Mirëmbrëma, o zot, sa e kisha pritur ta thoja këtë mirëmbrëma, si të gjojemi? Mirëmbrëma, si jeni? Mirëmbrëma. Si u kam? Si kaluat? Ndoshta nga Shqipëri Romeo mësuar me publik. Po. Do këto duar turkitje ta. Po, A mund t'i vendosi montazh? Po, mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë montazh, okay? Mirëmbrëma. Kjo është ndjesia. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Mëlër? Si mëlër? Dua ta them mëlër. Okej, ty t'ka ngelur. Okej, mëlër ta mbaroj. Po. Mëlër ta mbaroj. Se Romeo. Po. Çka ke? T'ka ngelur ajo ndoshta? Nga kush? Nga kush? Qere la una volta? Qere lento la una volta, po. Sa kisha... Do të thëmë mëlër të flas. Jo, pra nuk është, po. Mirë, okay, më ka marrë malli, patjetër. Donald, censuron njëri këtu Romeo. Ka të drejt. Vet zot dhe vet shkop. Po, shumë mirë. Duhet kisha Gëzuar Donald. Edhe urime për shëmbjet. Sa ko kisha që e prisja. E di sa ko? Çfarë? E sa ko kisha që e prisja këtë gjë? Të mirëmbrëma, e di sa ko kisha? Po normal, se ti vdes për çik kështu. Kam pas aq kohë që e prisja sa priti Penelopa Odisen. Si Penelopa. Pse ti si ti Penelope? Jo, Penelope? No, nuk është kjo. Po kush është? Unë veten e konsideroj Odise. E kupton? Odise, nuk jam një Penelope, jam një Odise. Donald, jam një des për të gjën, po. Jo, po ta shikosh historinë ton, okay? Unë s'futem te historia jam, pse tënden, sepse ti je Odiseja. E kupton? S'lidhe kam unë. Okej. Historinë time, okay? Ta vazhdoj. Pas erërave të forta, po. Pas këtyre luftrave të mëdha. Të kujt, të PS-s dhe PT-s? Ka lidhje. No. Pas erërave të forta, pas këtyre pengesave të mëdha, ne më në fund e qetëm Itakën. Po ti ja ke... Më ndish. Ktu. Ja ke vendos X-i. Më thëmë pse X-i? Se a thua do të emrin X-i, qarë, se kam kap. Jo, X ish kjo. X ish media. Po ç'është që dëshirë Romeo media që ta quajë media? Mund të bëjë disa emisione, okay, të ngrihe zërin për disa kauza, të trajtojë disa tema sociale, ke parasysh pse apo? Donald, më thuaj i dashur. Po ta them sot, më thuaj. Vlla jot. Po. Nuk është si të gjithë. Dhe ti mendon se unë tani e kuptova. Unë e di që ti si të gjithë, ke një IQ shumë më të ulët se të tjerë. Çasha Q ja Donald. Një kështu, jo më quhet kështu. Është mirë. Kilogram, si kilogram, domethënë është mirë. Duhet gëzojmë për të. Patjetër. Okej, të dua vlla. Edhe unë zërin. Nuk po tallem të dua. Larg këtu, nuk kemi aq afër, po. E di po është okay, domethënë. Largësia ndonjëherë i afron njerëzit. Po. Sidomos neve, po. Dhe po të thoja Donald, që domethënë e kemi pritur këtë, e kam pritur këtë si priti Odiseja Itakën, që të shkonte në Itak, e kupton? Si të duket? Po shumë e bukur është. Shumë e lezetshme dhe unë jam shumë entuziast për të. Je ti entuziast? Po që ne po bëjmë bashkë këtë gjë. Me vërtet? Je ti entuziast? Po mos mendon se po fluturoj pak? Ti po fluturon pak, por ideja është që këto fluturime ndonjëherë dhe ndonjë gjë nga mbrapa, se ti si e do si do. As do si do, ç'është? Ti fluturon, po ti të duhet. Në. Ç'është? Duhet. Ç'është ajo? Se të fluturosh, se ti fluturon do kodem kod. Prasi o llashrit nga lufta në Iran, nuk e mba mend. Me vërtet ke ti? Po pra, se duhet ta diskutojmë si temë të, dhe më mirë ta lidhim me fluturimin tënd. E kupton? Ta lidhim me fluturimin tënd, prasin, çmimet, lufta, burra dhe gratë po ndahen për shkak të luftës në Iran, pretekstisht lufta. Vërtet? Domethënë një burr kur ndahet nga gruaja ose kur gruaja ka burri me dikë, burri ka grua me dikë? Kur gruaja ka burri me dikë, ai justifikohet me luftën në Iran? Kush ka kë më fal? Burri ka grua. Po kipët e kimur. Si mori je kështu more? Po si e ka qi të rrequr se këtë nuk kuptoj unë ti. Këtë nuk si e ka qi të rrequr. Çka ke më? Po thoja që lufta në Iran është preteksti për çmimet e larta, për prasin që the ti që bëj xhiro ndonjëherë pas diteve. Unë se bëj, jo, te the ti. Po ç'rëndsi ka pra? Lufta është preteksti. Mos ma fut në gojë kur nuk e meritoj. Okej. Do ta la aty te pjata, merre kur duash. Okej, faleminderit. Okej. Po.
Është shumë bukur pra, të kalim te tema, ne po bëjmë një emision bashkë. Okej, sa bukur, sa më shman malli për të marrëdhënie me ty, po çmendjem. E ndjen dopaminën që po shlirohet në studio. Po, është e ndjen. Nuk po tallem, nuk po tallem. Okej, super. Tani se këtu është pjesa më e bukur. Tani, unë dua të falenderoj ty publikisht, personalisht. Po si to falenderimet e Ramës më duket. Jo sepse marrë treq bisedën e treqt e vet, ja, e treq vëmendjen tek vet, ja. Dhe unë dua ty të të falenderoj ty. Okej, po më ndjek, të të falenderoj ty që dhe bësh këtë sezon me mua. Po pra, sepse nuk kisha rrugë kisha rrugë tjetër që ta bëja, ja. Pse kjo është? Po kjo është sepse kjo që ta dini dashur miq, kjo është një nisëm totalisht e Romeos, ishte një gjë që ai donte ta bënte vetëm. Si çun kështu që fluturon pa pras, është shumë i bindur në gjërat që bën dhe pastaj kishte plan që të bënte një promo, kjo është e vërtet. Dhe promo e Romeos nuk është se më pëlqeu, bëra unë një promo, ajo gjëja funksionoi. Ju pëlqeu njerëzve dhe juve publiki i dashur, edhe unë jam këtu. O zot. Ky është njëri fakt, kurse fakti tjetër është që ai nuk kishte një të ftuar tamam. Për pjesën e parë të emisionit, se për pjesën e dytë. Më shik këtu, si? You feel me? Prit, ëh? S'kisha unë të ftuar? Unë kisha ftuar zotri, unë kisha ftuar Ramën, Troç Muhabeti, por më anuloi në momentin e fundit. Bur me mend. Po bur me mend ka qenë. Normal, ka qenë ai është dhe vazhdon. Mos e shiko kështu ti atëre. Se kurdo është me mend. Me vërtet? Se kurdo s'është apo e bën me qëllim? E bën me qëllim. Okej, atëherë ty do të kemi gjatë gjithë emisionit apo jo? Yes, unë do jem si Curi te Grida. Me vërtet? Po. Nuk se do ikësh te ABC-ja pas kësaj apo jo? Te kush? Te ABC-ja. Në fakt po, unë jam te ABC-ja i ftuar. Për pak jam i ftuar te ABC për një temë, do flasim për midhjen. Seriozisht? Për midhjen dhe për bamjet. Okej, bamjet vendase. Okej, mirë, Donald, unë të falenderoj që u bëre pjesë e X Media. Thank you. Dua të jap falenderimet e mia dhe realisht domethënë Jo, dua të diskutoj disa gjëra me ty. Përpara se ne të nisnim me emisionin, unë më saktë postova një foto të Donaldit në story në Instagram dhe aty shkruajta nëse ju keni ndonjë pyetje për Donaldin, unë mund t'ja bëj tani. Kështu që ishte shumë patetike që ky të më bënte një intervistë mua si punë e disa njerëzve ose prezantuesve, po ju e dini vetë se kush mund të jenë, që i bëjnë intervistë vetë se keni vënë që nuk shkojnë të ftuar të tjerë, por unë nuk jam nga ata. Unë vërtet mund të kem 3 vite pa dalë në ekran ose pa bër një intervistë, por unë nuk e bëj se nuk e kam qef. Nuk kam qef që të dal, nuk kam qef që të jem. Jo, okej, pse e ka që trequr? Sepse unë nuk e kam kuptuar kur, kjo është reale. Unë nuk e kam kuptuar kur këtë dëshirën tënde për qenë i tërhequr nga ekrani. Po. Domethënë ty të shkon sipas mendimit tim, ty të shkon shumë ekrani. Më ngjan. Ke thyer rekorde? Jo të ngjan, të shëmbëllen. Por ti je nga ata njerëzit, ama tani, po mirë se i them mund sa gjëra, mos i thuaj ti se i them mund, s'është problem. Dhe ti je ai njeriu që nuk e do ekranin dhe kjo është shumë e çuditshme. Je ai njeriu që nuk e do vëmendjen. Nuk e do. Kurse unë i shkreti, ças kam bërë gjithë jetën vetëm që të shifem. Ças kam bërë, e kupton? Yes, po nuk e kam qef, sepse nuk është se më pëlqen shumë, po. Kjo është pyetje për mua, do të vazhdosh lavdërimet për veten tënde. Nuk e di, është diçka në mes. Okej, është diçka në mes. Okej. Ku ishte pyetja? Pse nuk e pëlqej ekranin apo çfarë? Jo, pse e ka që trequr, e kam seriozisht. Pse nuk e do fare këtë gjë? Jo, unë e dua. E do, po nuk patjetër, sepse është një gjë që jemi duke e bërë bashkë, është një media e re, është shumë sfiduese. Por as edhe një nuk e kam pëlqyer ekranin për shkak të çfarë më plak? Ma thuaj, të lutem thuaj fiksa atë që kanë në mendje, të lutem, i vërtet. Ha. Po duhet lëpihesh apo? Duhet lëpihesh. Po duhet lëpihesh plak. Kemi më moshë të lëpihesh. Po pse si bëre like? Tu shikojnë like-un, jo si ke dhënë like filani ti. Më duket se pas kemi qef. Po. Më duket se pas kemi qef të punë apo jo. Do të thotë që nuk kam nerva. E kupton? Thjesht nuk kam nerva që të shkoj në tilla rrugë. Kam nevojë të ecë në rrugët e mia dhe në shinën time. Okej. Dhe treni çuf. Ky është tren, ky është një mut. Më fal. Kështu që ai është një emoji. Ai është një emoji. Okej. Kemi marrë këto. Dhe siç ju thash pak më parë, un kam nxjerrë një foto në story të Donaldit ku ju keni bërë disa pyetje që Donaldi do t'i japi përgjigjet tani. Pikërisht tani. Fillojmë me pyetjet. Po pra, sepse sqaruam, ne nuk mund të bëhemi që t'i shkruajmë vetë pyetjet dhe t'ia bëjmë vetes. Po, nuk duam të jemi patetik. S'duhet të bëhemi kështu.
Ç'është ajo? Nuk duan të bëjmë një emoji. Një emoji. Fillojmë. Okej. Liliana Gorica. Liliana jo emër mbi emër. Liliana Gorica pyet. S'ka pyetje. Të dalim më shpesh se jeni bërë për mall të dy. Po pse duhet ta lexoj këtë gjë? Jo, po më të roqi dhe Liliana të përshëndes. Kjo është më shumë si kompliment se sa pyetje. Mua më duk si pyetje. Faleminderit Liliana. Komplimenta, po, okay. U vdes për pyetje. Mos harroni. Okej. Emi 25-12 thot. Po kur do martohet se ngeli në derë, çon ca fytyra me emoji, me lot, dhe a do me u bë miq nga Romeo, miq do me thënë Xhaxha, a do me u bë miq Xhaxha nga Romeo? Është pyetja e Emit. Kur do martohesh se ngeli në derë, më dhe a do të bësh Xhaxha nga Romeo? A do të bësh miq? Prit tani. Unë do bëjmë baba? Jo, unë Xhaxha. Kjo ishte. Ideja mirë ti përgjigjemi Lilianës. Pyetja ishte kur do martohem. Jo, është Emi. Emi? Kjo është Emi e dyta. Emi, okay, Liliana të përshëndesim, po kalojmë tek Emi. Emi, kur do martohem, unë në fakt bashkë me Borën jemi duke planifikuar. Thjesht ne kemi dy qasje të ndryshme për dasmën tonë. Bora do një dasëm me shumë të ftuar, kurse unë dua një dasëm minimaliste. Minimaliste do të thotë me shumë pak njerëz, 20 deri 25. Në fakt më pak. Diku në 15, sepse jam i bindur që jo të gjithë njerëzit që shkojnë nëpër dasma ose të paktën tek unë, ata që do vinë të ftuar, do të gëzonin të gjithë për mua. Të jem i sinqert. Apo jo, s'mund të bësh dasëm me 300 të ftuar dhe të gjithë të jenë të lumtur për ata që martohen. Kam qenë tek ai debat në atë tavolinë dhe unë domethënë nuk jam dakord që ti të bësh një dasëm me 20 veta, atroç mohabeti domethënë. Po sepse do ishin jashtë shumë njerëz, apo jo. Po jo më plak domethënë nuk po. Jo, po nuk e dua. Unë nuk e dua dasëm, unë dua një ftoj për kafe në mëngjes. Unë dua një fest dashurie, ta quaj, e kupton? Jo dasëm. Nuk se nuk jam njëri tradicional. Këtë e bëra për të ruajtur nga publiku që unë jam tradicional. Jo, më pëlqen të martohem, e kupton? Sepse kam bërë një propozim, më pëlqen të martohem, thjesht unë e dua më intime gjën. Më intime do të thotë që ata njerëzit që janë me mua, ty të gëzojnë vërtet për mua. Okej. E kupton? Kjo është, that's it. Edhe jemi në këto dilema dhe patjetër që këtë verë duam që t'ja bëjmë bam me shampanjë. Po. Okej, dhe pyetja dasëm domethënë të bëjmë. Po, sa e bukur. Shumë lezeshme. Do jam shoqëruesi jot? Patjetër, ti kur shkon shoqërues fillon të qan. Unë që nga du, Donald. Po, okej. Kjo është një që ka bërë të gjithë. Po. Dgjoj, okej. Po nuk i përgjigje pyetjes tjetër që ishte më bukur se kjo. A do të bësh Xhaxha nga Romeo? Po tjetër që dua të bëjmë Xhaxha nga Romeo. Po kemi qaf. Po e kam. Kur? Kur të duash ti? Më shikon sy, më shih më ndiq. Kur të ta doj? Kur të ta doj? E kam seriozisht. Patjetër. Okej, shumë shpejt. Po të bëjmë Xhaxha. Unë Xhaxha jam bërë nga Mario. Që okej. Jam shumë i lumtur për këtë fakt. Shumë shpejt Donald, t'japim fjalën. Yes. Pyetje tjetër vjen nga Emma 010278. Pyetje thot, kur e kam mendjen të bëj dasëm dhe prit për bebin, të bëj bebin. Mendova se ishte prapë për dasëm. Po prapë, kur e kam mendjen të bëj bebin dhe dasëm. Do të thënë bebin para dasmës? Jo, sepse unë nuk dua që nuk dua. S'ka ndonjë gjë, kupton? Normale është, por që unë do preferoja që të besha baba pas dasme. Do të bëj një dasëm të bukur dhe pastaj mua e mjalti dhe pastaj çat ketë shkruar Zoti. Por që patjetër që kemi plan, është një gjë që e duam shumë. Po çfarë po ndodh? Thjesht është kjo pra, alternativa për dasmë. E kam seriozisht domethënë, se kjo është një bisedë që unë e bëj. Okej, flasim këtu. Kjo është një bisedë që unë e bëj shpesh me Donaldin dhe i them ç'a pret. Ç'a po pret? Ç'a po pret? Pres asgjë. Jo kam thënë se kjo është pyetje reale domethënë. Ç'a pret? Pres të martohem dhe sipas do kesh dasëm këtë verë. Patjetër dua të kemi dasëm këtë verë, nëse kishe mendje që të thash këtë verë. Jo, dua planin, skaletën, plani, programi. Skaleta është dasëm fëmijë beb. Po vash blaq ose sa e bukur. Më pëlqeu. 30 vjeç jam. Po, këtë drejt. Po ti ishe në 1000. Se mi ku koha. Po ti ishe në 1000. Pastaj ne jemi lumturisht të lumtur, kështu që është okay. Okej. Nuk është asnjë problem, njerëz, po. Pyetje tjetër nga Almarda Vianmari. Ja adhuroj qetësinë tënde. A je thyer ndonjëherë në emocione deri në traumë? Nga Almarda. Pyetje nga Almarda. Emocione deri në traumë? Deri në traumë. Emocione deri në traumë. Po, ka pas, dhe të tilla. Deri në traumë, për shembull kam një traumë që më ka ngel. Emocione deri në traumë. Ma trego? Kjo është historia vërtet në fakt, ti e di shumë mirë, po për publikun që na ndjek.
Kam qenë në Milano përpara 3 vitesh, diçka tillë. Dhe kam qenë me Borën aty. Dhe në Duomo, si të gjithë. Vinë në këta që çfarë quhen? Marokan, xhepista, hajdut, marokan. Dhe ishte kështu si një sken grabitje, ke parasysh? Po ti mos u çudi se ti e di. Ishte një sken grabitje dhe mua më desh që të shaja shqip që ata të largoheshin, e kupton? Që të trembeshin. Ishte shumë ndjesie e çuditshme. Vinte i natë, pastaj doja të dilja përsëri në Duomo të nesërme, mbaja thik me vete. Ke parasysh në këto kam qarë nga i nati në darkë, ke parasysh thosha me vete si kanë guxim 5 veta të dalin përpara. Gjë që në Shqipëri nuk do ndodhte kur. Dhe në këtë gjë unë çuditem për shkak që thonë për shkak Shqipëria është e pasigurt, e kupton? Ne jemi vendi më i sigurt në botë. Po, dhe unë atë mendoj. Kështu e në botë. Mendoj se jemi një nga vendet më të sigurta. Po, dhe unë atë mendoj. Po, është vërtet. Kjo është një situatë shumë e sikletshme. Po, unë e di. Nuk kam sikletshme se kaq? Të sikletshme se kaq? Ju filmi. Traum, kjo është traum valla. Tani të rish Milano me thik me vete. Që atëherë Donaldi nuk e lyen më bukën me thik. Yes, vetëm me pirun. I krijon traumë, okay. Antonio 21980 pyet. Sa herë e ke bërë çmimin e madh të Big Brother VIP pas i dole? Si sa herë e ke bërë? Sa herë e ke në sensin sa herë atë vlerën 100.000 euro, 100.000 dollar sa ka qenë? 100 milion lekë, sa ishte? Jo, më 22.000 euro ka qenë. Aha, më po. 6 milion lekë ka qenë. Sa herë e ke bërë çmimin e madh të Big Brother VIP pas i dole? Jo, je sinqert, ha. Me sinqert jam, s'kam që do të them që çmimin e madh e kam bërë shumë shpejt pas i dola. Sa shpejt? Sa shpejt? Ndoshta një muaj e pak, se di. Në vërtetë? Kodë, ishte se di, okay? Po, yes, po. Okej, Lisiano pyet. A do të pranoje një ftesë nga ferma VIP? Ja kam lënë Ilirit. Sa po, së spas. Ja kam lënë Ilirit. Okay. Ai po lufton. Ai po lufton fort? Po, ne përshëndesim Ilirin. Okej, kur ta shofi kur të dali. Iliri dhe vetëm Iliri. Apo ka qenë për mirin, miri dhe vetëm miri. Ka qenë për mirin. Po miri Iliri. Okej. Në Rimojn. Po nuk. Nëse përshëndes Ilirin. A do ta pranoje pra një? A do ta pranoja? Nuk e di, çuditshme do ishte. E kupton që me atë robi nuk prapë ti jem aty dhe të ku diun të plastë sheri prapë. Ke parasysh si do qoftë. Unë sot e kam mik atë, por kam përshtypjen që kemi disa karaktere që bëjnë zing me njëri tjetrin, e kupton? Edhe mund të plaste diçka për shkakun, e kupton? Bombë e madhe aty brenda. Mund zjeshin shumë vëlla, kupton, mund të kishte shumë të bërtitur atë ti. Do besoj. Ndoshta jo me Ilirin, ai mund të ndiqte mua për shembull. E kupton? Ai do ishte pjesë e skuadrës time, do ishte pjesë e grupit tim. Kur të pyetesh aty, me kë do jesh, me grupin e Mozës apo me Donaldin? Edhe Iliri do thoshte për shembull, ose kuptoj pse ka grupe. Se mua më pëlqen shumë, se gjithmonë luan këtë rolin s'do thoj atë naivit, po ti njeriu që s'kupton. Nëse kuptoj pse ka grupe këtu po. Arban, se kuptoj këtë grupe. Kjo është që jam dakord se këta janë ushtarët e mi. Ku ka grupe njëherë po. Ai thotë tani unë nuk e kuptoj që këta nuk janë ushtarët e mi, nuk e kuptoj pse duhen thënë kjo që këta janë ushtarët e mi kur ai vdes që të ketë ushtar në mbrapa. Me vërtet duket narrativa po. Është e lexueshme kollaj po. Gjithsesi dhe unë e përshëndes Ilirin, po unë e përshëndes Ilirin, po. Okej. Në Magi Bilbili pyet. Nëse do të duhej të zgjidhje borën apo pikturën? Po. Kjo është pyetja si po. Po pra përgjigju. Nëse do të zgjidhje. Po, këtë do zgjidhje borën apo pikturën? Po. Bora është muzeime, mund të pikturoj pa borën. E kupton, kështu që borën se yes. Nëse është muzeime. Jo t'ja tregoj prit një sekond. Jo, kjo mund të dukej si një përgjigje klishe, do kam shumë problem që t'jap përgjigje të tilla. Por nuk është klishe, sepse mua më ndodh shpesh që përpara se kur më duhet që të krijoj, unë shkoj dhe krijoj në shtëpi. Gjithë do thot kam një blok skicash dhe kompozoj në shtëpi, i krijoj ato skicat aty që më vonë i kthej në piktura ose gravura. Dhe unë kam si tip praktike pune që në momentin që unë jam në shtëpi, ku dhe ajo është aty, unë krijoj më shumë. Gjithë do thot ajo hormonet e saj më sjellin një lloj ndoshta se di. Ç'ishte kjo ç'ishte prit?
në praninë e saj, domethënë, në praninë e Borës, u krijoi më shumë. E kupton? Ama për të ekzekutuar, unë nuk ekzekutoj dot në praninë e saj sepse më shpërqendron, e kupton? Kjo është e çuditshme në procesin tim krijues, po. Tani ti po më thua që ti do të punosh në shtëpi, po nuk punon dot në shtëpi. Jo, unë krijoj në shtëpi. Krijon, por nuk ekzekutoj dot në shtëpi sepse shpërqendrohem. Kjo është një gjë që më ndodh vërtet, po. Ndoshta është jo, je I sinqert. Po, je I sinqert. Se di pra si ta shpjegoj, ndoshta çështja hormonesh, nuk e di po. Je I sinqert. Po ta shpjegoj kështu je I sinqert, vllai, je I sinqert, je I sinqert. Okej. Angela Shaba 91 pyet. Pikturat që bën I shet dhe sa kushtojnë dhe kush I blen? Dhe a marrim tot kredi për të dhe model tot garantor? A I shes? Dgjoj. Unë nuk kam shit asgjë deri tani dhe ti e di shumë mirë. Më duket edhe çik kështu si të po pra kjo më çudit. Dalë unë të shes, ke vërtet të dalë unë të shes. Jo, kjo domethënë kjo më duket gjëja më absurde aty. Po. Dhe unë ta kam thënë shpesh të gjën, që ti nuk shet asnjë pikturë. Po, më thotë për çfarë punon? Pse punon në studio? Jo, s'është normale, domethënë Donaldi mbyllet. Okej, kalojmë para ditën bashk, pastaj Donaldi mbyllet nga dreka deri në 1 natës, 2 natës edhe pikturon. Pikturon, ka filluar atë pjesën e gdhëndjes së bakrit që po bën tani. Apo jo gravura, informacioni unë të shmendur një sekond, prit. Donaldi më thotë bën ti më thotë më. Donaldi më thotë bleva një pres. Po. Okej, dhe unë them pres, për çfarë duhet presa një? E kupton? Presa është për të shtypur, pra. Ne pra po më vonë e kuptova. Është për të shtypur bakrin me fletën që të dalë. Po, dhe Donaldi gdhënd ato që quhet gravur, që ka mësuar nga Donaldi. Po. Sepse unë ndryshe do e dija fshat në Spanjë gravurën ose në Francë, gravur, e kupton? Edhe Donaldi që e gdhënd atë fletën e bakrit dhe e fut në pres dhe nxjerr në printer dhe unë I them prit një sekond tani se këtu janë dhe me nerva me ty unë. Dhe I them po mirë më vlla, pse nuk shet ti asgjë nga këto? Sepse ti shpenzon pjesën më të madhe të kohës tënde, e shpenzon aty. Pse nuk shet ti? E pare punës nuk duaj që sepse akoma s'e kam kuptuar realisht. Nuk është pyetje kështu që, pse nuk shet? Po. E pare punës unë nuk kam dashur ndonjëherë që nuk e di që ti shes, nuk e di pse po më kam ndaluar diçka brenda vetes, ja unë e shes të gjën, ja bën kaq lak kjo. Domethënë, pa të vërtetë, po se di se si më zhduk vetja. Po në përgjithësi, nëse. Edhe jo dua ta kuptoj vërtet ora. Po pra, ja ta shpjegoj unë. Ha pra. Nuk kam ditë dhe nuk kam dashur që ti shes sepse s'kam ditë çfarë vlere ti jap një. Dhe pastaj them që, okay, të shes diçka, çfarë vlere do ketë ajo? E kupton, në momentin që ti blen një punën time, e kupton? Çfarë do ketë ajo? Do ketë vetëm një rol dekorues në ambientin e dikujt, thjesht dekor, apo do ketë një vlerë akoma më shumë? Gjë që do të thotë, ajo që bëj unë mundohem që ti vendos një koncept brenda, e kupton? Okay. Të detektoj ndoshta një problem të shoqërisë në këtë moment që jemi, të gjej një fabul, të kompozoj diçka që mua më bën sens dhe pastaj unë nuk di dhe kam ngecur tek pjesa e vendosjes së vlerës, e kupton? Çfarë vlerë do t'i japun kësaj që unë ta nxjerr ta shes pa ofenduar publikun tim dhe pa dashur që të gjithë ata që më shkruajnë ta kenë të drejtën që ta posedojnë një veprën time, e kupton? Për mua është shumë e rëndësishme që dikush të ketë një veprën time, sepse unë asnjëherë nuk kam si diçka, e kupton? Edhe këtu kam ngel, po që jam duke është vërtet, jam duke punuar jam duke marrë me këtë gjë që unë dua t'i vendos një vlerë. Dua t'i vendos një vlerë dhe pse jo? Ky është një lajm shumë I mirë për mua. Besoj tani afër jam duke përgatitur një website. Okay. Pse jam duke marrë me këtë gjë? Jam duke marrë, dua t'i nxjerr shitin. Okej, për ty po. Për mua. Okej. Dhe për Angelën që do ta blej. Se shumë e bukur që njerëzit I kanë. Falenderoj shumë. Bukur ta them realisht. Ndjesia më e bukur në këtë gjë që bëj unë janë vërtet ato komentet e mira dhe se si njerëzit e kanë përqafuar të anë time. Të betohem s'ka ndjesi më të bukur. Kjo unë e quaj si një përkëdhelje shpirti, e kupton? Shumë e bukur. Të betohem, unë jam me dy personalitete, një Donald që njoh njerëzit dhe një Donald që mbyllet aty në studio dhe ka ato luftrat e veta, sepse studio ime pikturës, studio ime. Nuk është thjesht, nuk e shikoj si thjesht një vend që unë shkoj të punoj, e kuptoj, e shikoj si një vend ku unë duhet luftoj, e kuptoj, më duket vetë si një luftëtar, herë dal si një triumfues.
kapiten që e fitoi luftën, herë dalë si një ushtar që thonë ige, si ishe ti për të punë. Kupton, patjetër aty kam luftat e mia dhe mua të luftojmë pëlqen gjithmonë, edhe sa më pëlqen. Zgjatëm shumë te kjo pjesë. Po, jo shumë mirë, se mua pëlqen, jo më pëlqeu që ta dëgjoj. Dhe mua dhe Angelës. Okej. Arapi Paola pyet. Po. Kur do të kemi një ekspozit me veprat e tua, t'i shohim e t'i adhurojmë nga afër? Dëgjoj, nuk është e thjeshtë që të bësh një ekspozit. Të themi të drejtën, mua më kanë thënë dhe për ta bërë një ekspozit, flas galerit ose salla të ndryshme ku arti mund të ekspozohet këtu në Tiranë të paktën. Por që unë mendoj se ekspozita ime e parë duhet të ketë një temë shumë të fortë, dhe unë jam duke punuar mbi të, gjë që nuk e them dot këtu. Dhe duhet të jetë një cikël shumë i plot. E kupton, duhet të ketë kuptim, e kupton, jo të bëjmë diçka se duhet bërë. E kupton, duhet të bëjmë një ekspozitë se hajde më të mbledhin disa njerëz edhe që të bësh një event, le të themi. Po pra, duhet të ketë një sens shumë të fortë, e kupton? Temën e kam gjetur. Jam duke punuar mbi atë temë që kam zgjedhur. Që unë e di që është shumë e bukur. Po, kërkon shumë përkushtim, sepse ajo që të dalë e bukur do përkushtim. Okej. Dhe yes. Që do kemi shumë shpejt. Do ta kemi shumë shpejt. S'mund të them datë, por që do ta kemi kur ta kemi. Nuk është një gjë që arti nuk është që do ta bëj tani ose duhet, e kupton? Po, okej, po do ta kemi shpejt. Po, do ta kemi. Besoj sepse po jo pasi përgjigje, do kemi, po. Besoj brenda këtij shekulli. Brenda këtij shekulli, brenda këtij viti ndoshta. Jo brenda këtij viti, në një fazë kohore sot e një vit. Ndoshta. Okej. Më pëlqen që ti vendos sa deadline dhe sa qëllime. Po falenderoj. Po. Vllai im i dashur. Por që un kam në plan që brenda këtu në X Media të bëjmë dhe një emision për artin. Me disa miqtë e mi. Një emision i cili do të flasi për artin në Shqipëri, koleksionuesin në Shqipëri, ata që koleksionojnë vepra arti, edhe galeritë, se si funksionojnë galeritë dhe sa ndihmojnë artistët, sa mundësi kanë artistët punojnë, sa mundësi u jepet atyre, sa suportohen, e kupton? Po, që Shqipëria projekt shumë i bukur, ky që kemi, po. Edhe flas shumë shpejt do ta bëjmë këtë emision, sepse unë mendoj se arti ka shpirt, edhe shpirti i mungon pak qytetit edhe këtij vendi tonë, që dëgjojmë nga mëngjesi të ndar politik, edhe unë mendoj se është e qëllimshme pse nuk e suportojnë artin, se u bëra si Kate. Unë mendoj që ne të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe pastaj të kalojmë tek i ftuari i parë. Mos e thuaj. Është më i bukuri i këtij sezoni. I bukuri i dheut, të kisha një copë dhe, do i thosha i bukuri i dheut. Është shumë i mirë. Po, pas pak. Dhe jemi me Electromagic. Jo, bishaka, unë nuk bëj reklamat tilla, dhe kjo nuk është as reklam, sepse unë kam shkuar vetë tek Electromagic, e kam përjetuar si eksperiencë, aty keni brendet më cilësore botërore, si Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, janë të gjitha aty për ju dhe po ju presin. Një staf fantastik, çmime fantastike, dhe më besoni, nuk do ju bëhet të dilni nga dyqani pa marrë diçka me vete, sepse me Electromagic përjeto eksperiencë. Faleminderit që më shtet X Media. Po ta vini re, unë këtë sezon po shoh ndryshe. Domethënë nuk është merite kësaj studio kaq të bukur, merite kamerave. Jo, është merita e Klinikës Europiane të Syrit, që ndodhet tek Komuna e Parisit, e keni shumë të thjeshtë për ta gjetur, dhe me në krye Doktor Kastriot Borishin. Mjafton të shkoni aty, unë aty shkoj gjithmonë, nuk është thjesht një reklam. Shkoj vizitohem dhe jam ky që jam sot. Bëu unë. Shko te Klinika Europiane e Syrit. Okej. Tani është momenti që ne do të flasim për energjinë që ne kemi këtu në studio. Nuk e kemi vetë, sepse me ne është Eurocall Service, mbi 35 vite në treg. Furnizon me energji, shkolla, spitale, qerdhe, kopshte, çdo institucion që ka nevojë për energji ku rrymë ndalet, hyn në punë Eurocall, ka gjeneratorët më të fundit. Ju kurseni lek dhe fitoni energji. Vetëm me Eurocall. Smart Home Albania. Sjell teknologjinë në shtëpinë tuaj. Kontrollo vilën, shtëpinë, biznesin nga telefoni njerëz. Sjell komoditetin dhe sigurinë. Smart Home Albania. Jeto më zgjuar. Simac Albania. Me Simac Albania ke akses në makineritë industriale më të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës. Teknologji italiane nga liderat europian, instalimi, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin.
U kthyem. O sa më kish marrë malli të kthehem si fluja. Ku duar turkiti montazh. Okej. Faleminderit, u kthyem siç duhet. Sa më kish marrë malli që të thoja u kthyem. Po. Mos u kthem me trup të paktën. Jo, të marri malli tamam, që dhe kur të kthesh siç duhet. Pse do të themi siç duhet, të shpjegoj pak të faktin. Domethënë, kjo është shumë e sinqert nga ana ime, kur besoj flas në emër të Donaldit. Të Donaldit më shumë. Po, të Donaldit më shumë, që ne nisjen e emisionit e vonuam, domethënë e vonuam me një qëllim që ne të dilnim me personin e dur në puntatën e parë. Dhe personin e dur ne e gjetëm, përveç se jemi fansat vetët, që fansat vetët? Po, të tjerët, po. Fansat e tij, përveç se jemi fansat e tij që në vegjëli. Ai është një super artist, nga më të mirët që unë njoh, edhe unë e them me plot gojën që jam fans i vetë, që është më i miri. Po, që është më i miri, po. Dhe erdhi momenti që ne të prezantojmë Alban Skënderajin. Montazh, faleminderit Alban. Përshëndetje, mirë dita, mirë mbrëma, në gjitha. Fikë dritën. Faleminderit për këtë hyrje. Jo, shiko, kjo është e sinqert nga ana ime, nuk lexova asgjë që ishte shkruar këtu. Dhe edhe ju e dini pse jam këtu, sepse e di që kjo gjë është e sinqertë. Kështu që kjo është një nga arsyet, domethënë përveç shoqërisë, është edhe që ju me të vërtet kur rrim, kur pyesni, kur doni të dini diçka, e keni me të vërtet. Patjetër. Shikon, jam shumë i sinqert kur i them këto fjalë. Ne jemi unë dhe Donaldi të paktën që në vegjëli, kemi dëgjuar këngët e tua, kemi qenë që në kohën e kasetave Alban. Dhe dua ta them, nuk e di kam thënë ndonjëherë. Unë nuk kam marr kur autografe. Alban, të betohem në Zot, unë s'kam marr kur autografe. Bile kur vini në Vlorë artista, më thosha kush ai që të bëj foto unë me atë. Unë të kam marr ty kur ti po bëje X Factor. Unë kam marrë tek pallati i sportit edhe të kam thënë mund të ma firmosësh pak këtë? Edhe më duket se e ke atë. Edhe e kam akoma. Po ku e ke? Pse nuk e ke? Do ta gjej. Do ta gjej. A mund ta vendosësh në montazh? Do ta dokumentoj. Do ta dokumentoj në montazh. Të betohem si vetmi autograf që unë kam marrë në jetë ka qenë nga ty. Po, kurse unë të kam kënduar këngën tënde në klasë 4. Kjo nuk është se të bën të madh në moshë, por që ne jemi rritë shumë shpejt. Ne jemi rritë shumë. Donaldi u rritë shpejt. Shumë faleminderit Alban që je këtu sot. Jemi gjëra të reja. Jeni një moment unë do ta quaja kulmor, të paktën siç e shoh unë si njëri që ta kam ndjek karrierën tënde që prej fillimit të saj, edhe jam vërtet shumë i lumtur për ty. Jam shumë i lumtur për ty sepse më bëhet qefi kur artisti merr atë që meriton. Edhe ti e tamam rasti që ti ke marrë atë çfarë ke merituar për mendimin tim. Flas në turin motiv, flas në dashurinë e njerëzve që të kanë dhënë gjatë gjithë periudhës së turit dhe do doja që ta nisja me pjesën e fillimit tënd. Në fillimit të turit, jo fillimit tënd si artist. Dhe çfarë ka ndryshuar Albani nga Albani si artist i parë në Albanin e hapjes së një loje të madhe koncerte, sepse duhet thënë që ishte ti ai që e more përsipër të pjesën e bindshme të tureve masive, besoj po, sepse edhe unë po të dua mund të shkoj edhe të marrë një sallë edhe të filloj të bëj marketing dhe majtë se do mblidhemi, e kupton? Por që një artist të nisi një tur i vetëm pa një makineri marketingu në mbrapa, siç janë televizionet ose mënyra të ndryshme për ta suportuar nismën tënde, unë mendoj se është shumë e vështirë në Shqipëri dhe shumë e rrallë. Prandaj dua një duartërkitje shumë të madhe edhe nga ju që po e ndiqni për vizion, sepse do ta quaj një punë shumë serioze jote ndër vite, sepse nuk besoj se kjo është një gjë që ka ardhur thjesht rastësisht. Të flasim pak për Air Albanian. Shiko, është shumë e vërtetë që është një fillim edhe ky, si fillim i ri, me thënë vërtetën, sepse ka ndryshuar 360 gradë gjithçka në vizionin tim për të bërë muzikë, po edhe jetën time, jo vetëm artistike, po edhe personale, do thoja. Por është me vërtet një kthes e madhe në jetën time dhe
tepër domethënë se është diçka që e kam ndjekur prej vitesh, kam shumë vite ju e dini. Doja të thoja, po, të mbajmë në diskutimet tona këtu përpara 3-4 vitesh, ne diskutonim që Albani thoshte që nuk e kuptoi pse këtu në Shqipëri nuk funksionon siç funksionon dhe jashtë, që artistët kanë ture, nuk janë të varur në klubet. Apo jo. Është e vërtet. Është një ëndër e imja që më në fund, domethënë, po bëhet realitet në kuptimin e vazhdueshmërisë së saj. Por është e vërtet që unë kam nisur shumë dal nga dal. Unë koncertet e mia të para e kam bërë para më shumë se një dekade. Kemi filluar në 2014, 2015, 2016, pastaj bëm, domethënë, disa koncerte, po themi pak më të vogla, po të mirë menduara, me regji, me skenografi, me orkestrime shumë të bukura, dhe me spektatorë të jashtëzakonshëm që u përgjigjen që atëherë shumë mirë. Derisa pastaj bëm Pallatin e Kongreseve, që ishte edhe një sukses i jashtëzakonshëm për kohën. Pallati i Kongreseve ka qenë 2018-ën. Do aty ka ardhur babi dhe mami. Aty kanë qenë të gjitha mosha. Kuptohet, po që ka qenë një projekt tjetër. Ai ka qenë projekt me orkestrë simfonike, një pop symphonic concert, në kuptimin që ishte dalemi dhe tek pjesa sa të duhet që ti të merresh me këto koncerta simfonike, me orkestrat simfonike dhe për kushtimin që ti dua të them që është një rrugë ngadalë dhe patjetër si ishte ti, jo e rastësishme, un kam punuar shumë gjatë, me shumë durim dhe me shumë besim. Edhe në momente të errta që këtu tregu ishte ai që ishte dhe njerëzit ndiqnin atë që ndiqnin, kuptimin ishin të influencuar nga gjëra të tjera. Kë do quash momente errët? Momenti errët për ty. Momentet e errëta them në industrinë muzikore apo përgjithësi, sepse momentin që ti, domethënë, njësia madhse janë klubet për artistët, diçka nuk shkon. Jo se kanë diçka të keqe klubet, nuk kanë kunduar 20 vjet edhe në por nuk mund të jetë vetëm një madhse por ku është një artist, sepse në klub çfarë ndodh? Në klub ke një brez të caktuar, mund të kesh, nuk e di tani, mund të kesh nga 20 deri 30, kaq. Më të rinjt nuk vin dot se janë shumë të rinj, më të vjetrit kanë interesa të tjera, nuk vin dot. Dhe ti këndon në një publik shumë kufizuar, një, e dyta është pastaj që ti këndon në 2:30 të natës. E kupton apo jo? Ma e gab çika. Ma këndon dhe çika. Kohët e fundit e çuan 3 gati. Në orën 3. Po do dalësh, po që thoshin, do dalësh në orën 3 se tani është ai momenti. Imagjinoj që ti të jesh artist dhe të kesh qef mëngjeset e errta për shembull. Se bën dot. Që të dalësh për vrap në mëngjes. Po jema nuk është vetë puna aty, po ti në orën 3 radh parë një je i fikur artistikisht, nuk mund të bësh dot një performancë të mirë. Për ata që këndojnë live apo në çdo rrymë ti jesh, edhe në hip hop nuk është normale që një artist prap quhet performer, edhe nëse është reper për shembull, në orën 3 këndojnë live, sepse ka artistë që këndojnë live në klube, do të them po ka të tjerë që janë playback, pjesa dominante janë playback. Po them natyrisht sa vjen gjëja. Pastaj klubet kanë pas edhe një faktor tjetër që nuk ishte faktor primar artisti, ishte një dekor i mbrëmjeve. Aty kishte event, kishte pije, kishte drita, kishte drinks, kishte DJ të ftuar, vini për klubin po jo për artistin, kishte show, kishte balerina, domethënë edhe artisti ishte një nga faktorët, por jo si koncertet. Dhe në momentin që koncertet kthehen dhe ato si një madhse, atëherë riformulohet tregu, sepse çan ndodh, një djalë i ri që po më shikon mua apo artistë të tjerë që po mundohen ta ndryshojnë këtë, po themi, treg, fillon edhe beson që duhet të shkruaj edhe këngë dashurie, mund të shkruaj edhe këngë me kitare, mund të flas edhe për tema sociale, sepse unë një ditë mund të bëj koncertet e mia. Momenti që ti nuk sheh një rrezë dritë, po shikon vetëm ato klubet siç ka ndodhur gati 15 vjet të mira në Shqipëri. Duhet të bësh pak muzikë më ritmike, atëherë të gjithë edhe muzikalistë orientoheshin aty me të drejtë, kuptohet, dhe pastaj e gjenim veten në Shqipëri që nuk kishin për shembull dhe muzikë alternativ ndaj muzikës së klubeve. Do të thotë muzikë për reflektim, muzikë për makinë, muzikë për mëngjese, muzikë për kafe, muzikë për të kushtëzon, pra që ti të krijosh. Të themi Gjalban, aq që kosa të njohun, kemi rastisë edhe në koncerte bashkë. Unë të shija që ty të mungonte diçka. Patjetër. Unë të shija dhe ndjeja realisht që Albani ti mungonte diçka, domethënë ishte më i madh se aq për të qenë aty.
Dhe realisht kur vetëm se un kam qenë me këmbë në tokë, në kuptimin. Edhe kjo është më e çuditshme te Albani, që Albani është prandaj këtë gjë e thot Romeo dhe jo Albani. Më me këmbë në tokë, edhe prandaj duhet t'ia them sepse i them thuaj, po nuk e thot kurrë. Kjo është arsye pse ne flasim për Albani, se Albani nuk flet kurrë për veten e vet. Kur është dashur të punoj, jam munduar të punoj që të shkoj përpara, të kem mundësi të investoj në karrierën time, në këngët e mia, por gjithmonë formula ka qenë një. Ju e mbani mend ndoshta e kemi ndarë dhe bashkë. Formula ka qenë një, që më është dashur të bëj ndoshta edhe unë pak kompromis ndonjëherë, bëj një këngë pak më verore apo një gjë që ecën pak më shumë në këto ambientet festive të natës se këto. Por mbasi bëja dy të tjera që më mbushnin mua shpirtërisht dhe ushqeja ata artistë që prisnin një ditë për të reaguar siç po reagojnë, edhe kanë reaguar vitet e fundit ndaj meje, sepse e dija që ata janë aty, por presin që ne t'ju ofrojmë diçka. Janë aty, besoj që kanë qenë dhe më përpara, tani janë tjekur dhe më shumë kushtet, patjetër shoqëria shqiptare po rritet në kuptimin plas kulturor, edhe po stabilizohet le të themi se ka qenë një tranzicion i gjatë ky joni. Edhe kështu u bëre sa vite u bëre në skenë? Po un kam 22. Jam tamam që kam dal, po kam 23 le të themi që. Nga albumi i parë, nga punët e mia të para. Besoj se ti duhet të jesh dhe teknik audio. Teknik ndriçimi, po të gjitha i prek gjitha nga pakaj. Shiko, më është dashur që të jem kudo. Donaldi ka 10 vite në Tiranë, bro. Ti ke 22 vite në skenë. Po, vazhdo. Po të zdash si të merresh, po. Të zdash si të merresh. Më është dash patjetër që shiko, këto koncertet janë ndryshe, janë sfide madhe dhe ti duhet të jesh kudo. Duhet të jesh edhe tek ndriçuesi, duhet të jesh edhe tek fonisti, duhet të jesh edhe tek grafisti, duhet të jesh edhe tek regjizori, duhet të jesh me ta. Kupton, duhet të ndash ndjesitë tua, duhet të stimulosh. Jam kurioz. Nuk e di, nuk e kam idenë. Ja ka fjalë ata që punojnë me ty, a lodhen nga këtë? Lodhen. Lodhen por dhe frymëzohen. Dhe kjo është fat i madh sepse un duke dhënë dhe vetë shembull si njëri që e dua me pasion, njerëzit frymëzohen. Pastaj ç'është më e rëndësishme akoma në rastin tim që jam ndihem me fat që janë këngë që i frymëzojnë stafin kur punojnë plas artistikisht, kur vendojnë diçka. E frymëzojnë. Për këtë doja të pyesja pak për lodhjen. Le të themi pas një turi që s'ka përfunduar akoma super të suksesshëm, të koncertit Motiv, që ka nis nga Air Albania dhe ku s'ke shkuar plago dhe ke mbush salla botrore. Deri në fund turit i bie që janë gati 80.000 shqiptar apo? 90.000. 90.000 do besoj të shkojmë pak a shumë 90.000 deri në fund të vitit. Po një sekond. Jo një sekond ti dhe mos më lë ta mbaroj apo ta rrjes. Më lër të flas. Po më lër. Ja, s'ka kangel, kemi ndryshuar, më lër e kemi lënë ta mbaroj. Më lër ta mbaroj. Mi tash unë jam çik. Jo, shumë s'ka, në zemër kemi mirë. Kemi lënë si të mirë. Dreshi. Përveç Shejtan. Përveç turit super suksesshëm Motiv, ti del pas 15 vitesh dhe me një album që nxjerr në datën 2 maj me emrin Rënjët. Do të thënë ku e gjen prit se do flasim dhe për albumin, do ata diku e gjen dikon. Si e gjen dikon dhe frymëzimin, se kjo është me thënë vërtetën këtë herë ka qenë. Pa ke ndonjë burnout, do të thënë, shiko, këtë herë kam shpesh burnout-e normal si të gjithë që kur ke ngarkesë madhe, po këtë herë është pak e çuditshme dhe unë nuk e kam shpjeguar shumë sepse kam qenë në periudhën ndoshta më të ngarkuar të jetës time me koncertet, kam dashur që të jap maksimumin dhe të dalin sa më mirë, bashkë me stafin tim, me Oltin, sidomos që është menaxheri. Olti më duket sikur ka të shkruar mbrapa kurrizit ata. Për shembull, e gjëra është në shumës. Po, ata, po normal, unë dhe Olti jemi ata shumë. Por realisht nuk e di se si ndodhi që në kohët hapësirat midis un kam shkruar. Kam shkruar disa materiale që jam shumë krenar që i kam shkruar dhe janë që unë i kam dëgjuar. Ju i keni pak dëgjuar. Edhe jam shumë entuziast për këtë album dhe habitem si ka ndodhur, por kam përshtypjen që ka qenë Romeo edhe për shkak të këtyre koncerteve un kam marrë një energji tjetër ndoshta. Nga njerëz dhe sa bukur ndoshta jam pastruar dhe zbrazur nga çdo paramendim, nga çdo, domethënë nga çdo analizë dhe kam takuar publikun tim, kam takuar njerëzit e mi dhe ata besojnë tek unë, ata thonë i vetë janë muzikë, ndoshta kjo ka reflektuar. Të them të drejtën kur më the që kam bërë një album me 8 këngë
pas t'i vrullit të koncerteve që unë shoh, s'është thjesht edhe ne dëgjuam njerëz ishte nuk është një album normal ai që ka bërë, ishte një album shumë i vogël. Dhe s'po e themi fare për kamera. A mund të zbulojmë ndonjë gjë për Jo, lere, mirë, sot do flasim pak më vonë. Do çndrojmë në radhë më shejtan se ka 3 vite pa dalë ai. Ka 3 vite pa dalë shejtani, nuk varet. Do të kaloj te pyetja e fundit. Edhe për mua ka marrë malli. Po, patjetër. Diskuto. Çoku dhe del në një. Unë çoku dhe dal në një, po do nalis pak më interesë. Sigura ime. Pak a shumë. Jam në rregull me. Po të na lësh ne. Po na lësh me ato Gaxhimiçi si puna ti, si ka qenë komedia. Ky njëri natë trurit. Po, vetëm për të gjëra na punon mendja. Qëndrojmë njerë tek pjesë e turit. 80-90.000 shqiptar thua ti. 90.000 shqiptar janë shumë. Janë shumë që do të thonë njëri ka ardhur 2 herë tash. Po pra, po nesër. Unë mendoj se ti seriozisht mund të futesh në politikë, sa mandate mund të marrësh ti me 90.000 shqiptarë dhe a do ishte ti një risk shumë i fortë për Ramën? 90.000? 90.000 sa mandate i bie. 90.000. Po çfarë vllai, merr 82% të parlamentit. 90.000 reale. 90.000 merr goxha po. Reale them unë ato që vjedhin këta burr. Kush vjedh më? Ose bisha kap. Shqiptarët shajmë ata. Domethënë dëgjuesit e mi janë paktën dëgjuesit e mi, shqiptarët përgjithësi janë kanë një inteligjencë të lindur, po dëgjuesit e mi janë shumë të hollë edhe njerëz edhe me një lloj bagazhi kulturor besoj, patjetër. Po patjetër. Edhe sa nuk e di, domethënë nuk e di, a do jepni votën siç blejmë biletën. Sa bukur kjo. Okej, mua më do për muzikën po është e bukur, jo, është e bukur që tregohen edhe këto shifra, tregohen për herë të parë, domethënë edhe në muzikë ose s'po them për herë të parë tani se nuk dua ta vë veten kështu si heroi i kësaj gjës, po unë realisht jam i lumtur për muzikën. Po pra, normal si i lumtur tash të bësh soldaute në pak kohë. Kemi parë mitingje, kemi parë gjëra mbledhje kështu. Kemi parë këto gjëra, nuk kemi parë 15.000 shqiptar që mblidhen atje në Milano, të kulturuar, të dinjitoz, mënyra se si kanë festuar, kanë celeruar një krenari jashtëzakonshme, kështu që patjetër përveç krenarisë kishte edhe të gjitha grup morsat, ishin të gjithë familjarë, ke parasysh ishte shumë gjë e bukur. Pash ishte video virale aty plagut që këndonte me shpirt ato këngët tua. Sa interesante. Aty plagu thash, më fal, nuk e ofendoj. Jo, aty zotris, më fal. Gjyshi. Të gjyshit, më fal gjyshi. Të më radhe kjo na dora se më kritikojnë, gjyshi të dua. Po çfarë mallkoj gjyshi? Do mallkoj gjyshi. Ai publik është ka bërë përshtypje edhe organizatorëve të huaj, edhe për shembull, po themi në Itali 15.000 veta kanë hyrë për 30-40 minuta të gjithë në mënyrë perfekte. Ata llogarisin për shembull 2 orë për të hyrë njerëzit zakonisht për koncerte. Po. Dhe kanë dalë në mënyrë perfekte, nuk ka ndodhur asnjë gjë e vogël edhe energjia ka qenë fantastike. Pra, një krenari që shkon për te muzikës, po edhe nga ana sociale, kulturore, kështu, identitetit. Sido qoftë koncertet e tilla, flas që tani sa që në fillim ti bësh vetëm me anë të postimeve në Instagram, kjo duhet theksuar është diçka. Po shiko, më ka ndodhur të tregoj një histori. Më ka ndodhur që para se të bëja koncertet, se kjo që thua ti për Instagramin, se është interesante, po ne jetojmë në një shtet shumë të vogël. Po. Tu me një jehon kështu me një të bërtitur e merr vesh. Ai nuk është që tani ne jemi worldwide, strategjia dhe me ato. Pikërisht. Po më ka ndodhur që më janë ofruar në fillim para se të bëj koncertin, domethënë edhe njerëz dhe me ide që duhet të bëj çik këtë, të postoj këtu, të dal atje se si për skupa. Jo. TikToku ecën shumë, duhet të jesh aktiv. Që orientonin pra, duhet të jesh aktiv këtu. Atje këtu sepse tani ka ndryshuar kohët edhe duhet ta ashtu dhe këtu, domethënë që të shishë. Ato mi tregosh se kanë çfarë. Edhe, nejse, unë e kuptoj atë pjesë, e kuptoj që është e rëndësishme, por nuk është rasti im ose rasti i një artisti që ka më shumë se 2 dekada që punon. Tani ai o ka ardhur deri këtu me një investim dhe ka krijuar një fanbase i cili do përgjigjet momenti që ai del me një koncert, ose nuk e ka krijuar. Nuk mund ta zbësh për 2 muaj. Nuk është që ti ndryshon dot karrierën dikujt për 2 muaj apo për 6 muaj, më kupton çfarë duhet. Po çfarë të thoshin? A kishe ti në fillimin e turit që sepse ishte një hap shumë i madh për ty koncerti i Albania, kupton? A kishe ti ndonjë lloj hezitimi ose kishe pasiguri tek vetja jote sepse besoj se
Të gjithë artistët mund t'i kenë pak këto pasiguri dhe këta njerëzit çfarë të thoshin? E ke parasysh në përcep, kështu çfarë të thoshin, kupton? Jo, çka, momentin që i hyn stadionit do të thotë që një hap e ke kaluar. Domethënë, që ti e morë si vendim vëlla. Po, është koha, e kupton? Patjetër që ke frikë, ke merak, e kështu, nuk e di ku je, ndodhin këto akoma po na ndodhin, domethënë ne shkuam në Gjermani me frikën, domethënë në thonjza duke menduar për një sallë X mijë veta, diku tek 7-8.000 veta. Dhe ajo po bëhet 2 net. Pra ti asnjëherë se di se si reagojnë njerëzit, se unë jemi nga të parët që po e bëjmë këtë gjë. Dhe nuk e di si do reagojnë në Angli. Që ushitën biletat për 3-4 ditë. Po do qëndrojnë te Anglia çfarë salli ishte të gjitha. Jo, po unë doja të dija për pjesën e fillimit, pra, fillimit, a kishte njerëz që të thoshin ty të duhet marketingu, sepse parse edhe një video tënde në rrjetet sociale që thënë që dëgjoj, ka raste që duhet marketingu, ka raste që duhen këto paketat e marketingut, pastaj ka edhe raste tjera që artisti është i konsoliduar, ka një karrierë, ka një fanbase dhe ai me anë të postimit ai i mbledh ata fansat e vet dhe ata dashamirësit e vet. Marketingu tek një kantautor, tek një artist me një karrierë relativisht nuk është formulë fikse. Se nuk është parfum. Sepse më kupton çfarë do të them, domethënë është një gjë që ai ka investuar ndër vite dhe ka krijuar një fanbase dal nga dal, njerëz që e ndjekin dhe e vlerësojnë dhe e dëgjojnë dhe e duan, dhe marketingu, pakte ky marketingu i konsumit që themi ne që bëre që ashtu se doli se i tha se këtu se mora klikime, është një gjë për produkte të tjera. Jo që unë të marr parfum apo parfum, do të tregojmë, ta mbaroj se është e rëndësishme. Jo që unë tani se bëre ti marketing dhe je shumë in tani më habite, do marr avion, hotel, taksi, dreg, dark, ajo, kjo që të kaloj fundjavën me ti që ditë që nuk është kështu, është një gjë që unë do vi se të dëgjoja që kur isha i vogël, sepse kam kujtime me ty, se mezi kam pritur që ti këndoj ato këngë sepse kanë nuk është plazh që të lajnë njerëzit, e kupton? Nëse do pastaj të shesësh një gjë që ashtu, kjo se këtu ore çfarë bëhet, e kupton si është kjo se e pash e piu filani, po tha që është ashtu ta provoj dhe unë. Është histori tjetër se është konsum. Po, kjo është histori tjetër, është Electromagic. Alban, motiv i jetës time. Koncerti i parë që ti bëre në Topërmasa në stadiumin Air Albania që ishin 25.000 njerëz publik, le të themi që ne kemi qenë vetë aty dhe ishte super atmosferë. Ndodhi në 20 vjetorin e karrierës tënde. Okej? Dhe motivi i jetës time është kënga jote që ti ke fituar Top Festin. Po. Unë dua të di, domethënë nuk dua të bëj nga ato pyetje klishe, po dua të di si ka ndryshuar ose si ka evoluar Albani që në atë kohë. E ke një pamje, një panoram tek vete, tek mendja jote për veten? Evolucioni ka qenë gradual, po shiko, jam munduar që të ruaj boshtin. Ajo është shumë e rëndësishme, atë pjesën fundamentat, themelin. Edhe jam munduar që të modifikohem tek pjesa e fasadës, sipas arkitekturës, sipas modës, sipas situatës ose sipas edhe vetë evolucionit njerëzor. Por jam munduar që të rri paktën në thelb, të rri ai, domethënë i njëjti. Kjo lidhet me karakterin, me qasjen që kam unë njerëzore, po dhe artistike, edhe temat që mundohem sepse dua ta them që një problem që kanë artistët sot të paktën është keq menaxhimi i famës. Okej? Është keq menaxhimi i famës edhe sillen pak kështu si diva, qoftë meshkujt, qoftë vajzat. Më ka ndodhur që të takoj njerëz që kanë bërë sukses shumë shpejt. Po. Edhe më ka ardhur që kam dashur edhe ti flas, dikujt mund të edhe që kam pas pak konfidencë dhe ja kam thënë me lezet, domethënë që ashtu, sepse shoh që për shkakun kanë tendencë njerëzit 1 vit 2 bap qendrim. Çikon është kjo po. Është e di pse, e di ku është problemi aty, është problemi që nuk është diçka ka diçka gabim sepse nuk duhet ta kesh aty fokusin. Po, nëse ti ke sukses për një arsye X, ti duhet të kuptosh pse ke sukses, çfarë mund të bësh më shumë, si ta mbash dhe si të vazhdosh të punosh. Nëse ti e ke fokusin te qëndrimi, te toni i zërit, tek shikimi, tek kapriçot, tek pot, te jo, lloja kush është ai që të krijosh. Atëherë ti ke humbur fokusin. E kupton? Patjetër që po jeton ëndrrën tënde. Edhe do është dhe jam shumë shpejt, po. Okej, po çfarë raporti ke pas aso kohë flas sepse ke qenë i ri, fitove Top Festin. Çfarë raporti ke pas aso kohë me këtë pjesën e famës? A je tunduar? Çfarë ka ndodhur me këtë? Si e ke përjetuar? Sa vjeç ke qenë? Unë jam një brez që
ne plus minus se di, ndoshta kam përshtypjen vim edhe një çik nga vitet 90 të lindur, në të 90 edhe 80-ta na ka kapur. Dhe mirë keq jemi njohur me sensin e sakrificës edhe me, domethënë me gjëra domethënë real stuff. Ke sakrifikuar tamam, ndoshta ne nuk e dim sot se si është sakrifica, pra ti vjen nga një brez i tjetër. Ka qenë, domethënë ka qenë e përgjithshme. Kështu që deri diku domethënë ato këmbët tokë që ti ishin edhe ndoshta edhe për këtë arsye, plus emigrimi, domethënë ishim unë doja të punoja, doja të lija një gjurmë, doja të arrija suksesin, doja ta mbaja, doja të arrisja mundësisht, edhe të ruaja dhe identitetin tim edhe pjesën njerëzore gjitha. Okej, në atë kohë domethënë ka qenë shumë e vështirë. Sot për shembull është disi më lehtë, të paktën sa njohim në tregun që ti të kapësh këto kontratat milionshë, e kupton që të kapësh të lekun e shpejt, që është ky bumi 2 vjeçar që ne dim pak si funksionon vërdall. Në atë kohë sa vështirë ka qenë që ta monetizojë gjën. Po, ishte tani janë çik më me fat në thonjza, po kanë fatkeqësi tjera tash, se s'është më fol çik për këtë më. S'është fush me lule, po. Tani janë më me fat sepse mund ta materializojnë më shpejt. Ne atëherë ishim bën imazhe shumë shpejt, e kupton? Domethënë edhe kishim pastaj si ishin telefonat, rrjetet sociale, po. Jo, në kuptimin për përkthimin monetar ishte mundësitë ishin shumë të vogla, nuk bëhej dot diferencë që të. Po. Tani është pak më ndryshe. Tani shikon për shkakun që mund të ndodhi që një artist për 1 ose 2 ose 3 vjet krijon për rrjetet sociale, prandaj po. Pas për muzikën sidomos. Duke u bërë imazh një kompanie tjetër. Por selektimi është bërë më i vështirë. Po ta shikoni shumë më e vështirë të dalin artista të rinj që bëhen sensacion, është bërë pak më e vështirë. Po. Tani po bëj analistin, nuk po bëj. Jo, shumë mirë, dua të dimendimin tonë, dua të bëj krahasimin si analist nga ajo kohë, edhe si më thonjza pak dashamirë ekspert i muzikës. Tani ç'a ndodh sot është më kollaj të bëhen këngët shumë virale dhe të famshme. Okej. Po jo personazhi. Që do të thotë, kënga bëhet virale, po unë nuk lidhem shumë me personazhin. Kush po e bën këtë, po. E kupton çfarë do të them, edhe është bërë pak më e vështirë që ti si personazh të funksionosh. Pra, kënga virale 100 milion ku dëgjohen. Ndoshta personazhi ndonjëherë s'është kërkuar, kështu si emër ose si. Po, okay. Dhe po nuk është faji ti. Normal. Konsumi shpejt. Nuk lidhet kënga me personazhin thua. Po, konsumi shpejt, konsumi. Njerëzit janë bërë, domethënë, ju shritur ajo, e ke parasysh atë filmin Limitless, ju shritur ajo përqindja e absorbimit të gjërave. Po gjithkohës. Më përpara kishin merrnin kohën e vet. Sot gjithë ditët po duken njësoj apo? Se një analist po bën çdo ditë duket njësoj. Plus fatkeqësisht se po kam na bira tash se po pi shumë. Po plus fatkeqësisht ka ndodhur edhe diçka që edhe po themi në bursë, atë bursën kështu hipotetike, ka rënë vlera pak e muzikës fatkeqësisht. Pse? Se kanë hyrë gjëra tjera, po kanë hyrë gjëra tjera. Dikur muzika jetoi. Ndoshta për luftës në Iran? Dikur jo, mbyllja e Hormuzit, po. Novruzit, mbyllja e Novruzit. Për të mos bërë shumë serioze, po kam përshtypjen që muzika ka humbur disa shkallë, botërisht, dhe fatkeqësisht patjetër, po sepse janë futur shumë gjëra tjera zbavitëse që janë entertainment dhe janë më atraktive. YouTuber që thënë kraun, e theu, shive më se e theu kraun. Lojra pafund gjëra, domethënë edhe dikur për shembull vitet 80, 70, edhe 90, që ju për shembull ose kur keni qenë deri atë momentin aty që keni dëgjuar me kaseta. Muzika ishte ushqim, nga mëngjes deri në darkë, rrotullohet, dëgjoje 100 herë, jetoje, mendoje si e ka bërë ai, çfarë do të thotë me fjalën, analizoje. Ama kjo të bën që njerëzit që bëjnë gjëra të vërteta, muzikë të vërtetë, prodhojnë, të veçojnë dhe të marrin vlerë ashtu siç duhet. Patjetër, akoma mund t'ja dalësh, akoma edhe pse është mos i dus. Një nga gjërat që unë çmoj shumë tek Albani ka qenë trajtimi që Albani i bënte materialeve muzikore që në ato vite, që flasim për vitet 2003, 2004 dhe po ti dëgjosh këngët e Albanit sot janë po prapë koherente. A mund të bëjmë diçka ne? Pa të vënë ti në kështu, ti nuk se kërkon lek kështu. Si të bëjmë diçka? Çfarë doni? A mund të na këndosh diçka ti neve?
Na të lutem. Si çka? Për një sekond, vazhdo mbaj me muhabet, mos na largosh, do bëj diçka. Një sekond. E ke për çaj ke? E ke për atë që folën për albumin e parë? Çfarë do të thuash për albumin e parë? Për albumin e parë do të them që ti më detyrohesh mua zotëri. Më detyrohesh for real që të këndosh tu në studion time diçka nga ai album, të paktën minimalisht 2 këngë. Jo, po vetëm të shpjegoj diçka se çunat po i shpjegoj se unë bëj edhe prezantues. Vazhdo. Çunat kanë dëgjuar albumin tim të parë që është krenari shumë e madhe. Kush vjen që ka dëgjuar albumin tim të parë dhe do shumë e gjitha. Si ti përmend zolla? Jo, mua është kështu next level. Vlerësoj. Okej, mirë. Edhe albumi i parë është ka qenë organik në kuptimin unë nuk e njeh muzikën thellë. Po ja gjërat vetëm me instinkt. E kam orkestruar pothuajse vetë, madje. Kam kitara gjëra sa dia. Masat ngatroja akordet ashtu siç më vinte e bëja. Ta dëgjosh është kështu, është grec, është i papërpunuar, po ka një ndjesi. Është bruto. Ka vetëm një problem që unë e bëra albumin, doli pati suksese, dhe përveç këngës vetëm ty, këngët e tjera nuk i kam kënduar kurrë. Vërtet? Këngët e tjera albane po pse nuk i ka kërkuar, sepse nuk i ka kënduar kurrë, nuk i ka kërkuar. Kaloi në kolaps Donali, pse nuk ka kërkuar këngë shumë të bukura, po. Bëra këngë të tjera që më rrinin më shumë. Dhe ne bile kur ulëm hajde do kur ulëm po. S'ka se mbaj unë mbaj si një super moderator, unë mbaj zjarre dhe kjo do jetë më e shikuara se pjesa që Donaldi po fliste. Realisht, kur ishim për dark me Albanin përpara 2 ditësh, unë i thash, po dua të dëgjoj këtë këngën te koncerti i ardhshëm në datën 16 dhe 17 në Porsche Arena. Më tha Albani, jo, po këto si këndojnë. Si këndon ti më plagitesh? Jo, po si këndojnë këto. Po ne tani jemi rrit me ato këngë. Edhe tani Albani na detyrohet for real si fansa që ne jemi të Albanit. Ka vetëm një problem. Jo vetëm neve, të gjithë fansave Alban. Në radhë parë në koncertet e mia këndoj gati 2 orë gjysmë 3 dhe nuk kam ku të fus. Sa këndon ore? 2 orë gjysmë 3? Si të lëzëm brava. Albumi i ri që po del. Që me qira fjala do flasim për albumin e ri nëse. Po si do të flasim për dalën se ka radhë, dalë se ka radhë gjëra. Do fillojmë çik tash. Albumi i ri nuk e di se si do t'ja bëj ti fus se kam përshtypjen do ketë impakt, unë dashuroj këtë album dhe jam shumë. Do të them sa doja unë që dëgjova për. Njerëz, ne albumin e ri kemi dëgjuar në makinë, kemi ndëj 3 orë në makinë duke dëgjuar, u takuam përsëri, pim kafe në nesërmen, vetëm prapë në makinë dhe vetëm dëgjojmë album. Sa ato komshin që ishin aty rrotull thonin që ore ç'a bëjnë 3 çfarë makinë. Po pra. Se vetëm do të takojeshim, futeshim në makinë. Hajde ta çojmë aty. Donali që preke sa e bukur është kjo, betojmë kam serioz. Ju betojmë kam qartë. Erdhi Roja, mirë dash do gjeni fikni çik drita të paktën. Se u pa taks s'ka faj. Tani një sekond, prit. Këngë do këndojmë të albumit parë. Do këndosh ti? Do këndoj Albani, po prit do të fusim pak efekt studio se kemi bërë gjithë studio Donali. Ta ndryshojmë pak studio Donali. Japim pak atmosferë gjës. Tani ka një problem, sinqerisht se po duket sikur nuk i mbaj mend akordet. E di more di. Mundohem ti ashtu, nuk i mbaj. E di realist Albani po na thonë. Një është thirrje dëshpëruar. Thirrje dëshpëruar. Edhe unë mendoj se është koherent edhe sot me migracionin e gjitha. Po, okay, jepi. Prandaj nis. Thirrje të dëshpëruar. Engatro. Jepi ska gjë bukur, ha? Okay. Kështu si lëviz leti kur fleti. Qetësi. Pusho tash. Pushora. Një thirrje të dëshpëruar. Askush nuk e dëgjoi. Askush nuk e pranoi. Pa nisur përfundoi libër i pashkruar që askush nuk e shpletoi, i lën në errësi ku pluri e mbuloi. Sa bukur, po. Plako. Para se të kalojmë tek tjetra. Do flasim çik sot. Por sa do. A është jo, po jo se do kemi gjithë detyrohesh plako, më detyrohesh si fan, nuk i mbaj mend seriozisht. Po mirë s'ka gjë burse ne se nuk i mbaj mend. Po, ne nuk kemi paguar biletën. Juve Ti kisha paguar biletën, po. Unë gjë që urrej më shumë, e dini juve, se sa shumë ju duaj këta. Gjë që urrej më shumë është na këndon një këngë. Edhe në shtëpi këto familjare ku ka festa. Po e di unë pra ta thash. Por kur the albumin e parë tash. Po tjetër do të diskutoj. Tani a është koherent edhe sot kjo, thirrje dëshpëruar? Me migracionin, njerëzit që kanë ikur që duan të kthehen në vendin e tyre, ka disa që duan të kthehen, kanë disa që jo, kanë nga ata që ikin. Është këngë
Shumë shkurt, çfarë mendon? Fatkeqësisht, domethënë shkon pa kohë. Janë probleme njerëzore që nuk ikin kurrë, por nga ana tjetër në rastin tim mua më ndihmon ta shpreh. Dikujt i bën mirë edhe këngët sociale këtë mision kanë. Nuk janë thjesht aty për të zbavitur ose për të dhënë një ndjesi të saktuar, por janë aty ndoshta edhe për të bërë mik, për të dhënë një dorë. Që të shoqërojnë çdo kohë. Ama shumë pak artistë bëjnë këngë sociale. Edhe ta imagjinosh ti ke bërë që 20 vjeç sa ke bërë? Aq 21 diçka. Çfarë mendje që natë kohëra? E kupton? Okej. Këtë kam bërë faktikisht i frymzuar nga ngjarjet e Kosovës që kishin kaluar shumë pak vite atëherë. Po ta dëgjosh tekstin. Dhe kuptohet pastaj zgjerohet mendimi edhe për vetë botën e kudo ku ka konflikte të tilla, po Kosova ishte unë isha në Itali atë periudhë dhe shikonim lajmet italiane të Kosovës edhe ishte domethënë ja të mbushje valla. Jo, e kuptoja që pse dikush merrte rrugën, linte gjithçka dhe shkonte. Ishte fort. Po ta dëgjosh tekstin tani është realisht është shumë prekse. Është shumë prekse dhe bravo qof plako që në atë kohë të ka ngacmuar dhe ke krijuar për këtë gjë. Bravo. Tjetër ka. Se u futën po. Ka mund të mbash mend ti, Tani me që albumi i ri ti vëllohet rrënjët. Unë jam kthyer të këndoj pa dashje, kam dhe disa nuanca. Te albumi i ri unë mua më duket Albani siç ka qenë Albani vëlla troç. Faktikisht kam pas disa nuanca pa vetdije të laboris në zë, në disa vibrato dhe nuk e kuptoja. Unë mendoja se këndoja si Pearl Jam, si Tracy Chapman, disa artistë që kam pas dëgjuar të ngjashme. Po kishte edhe diçka që me sa duket ka ngel në subkonsciencën tënde. E një nga këngët ka qenë ajo My Oasis, My Oasis. Ha more. Mbaj mend, nuk e mbaj mend. Po mirë s'ka, hajde. Kështu? Buza jote si petale trëndafili, puthjete tua si dhimbje ëmbël në qast lëndimi. As më thua cila dorë të pikturoj, ndoshta Zoti vetëm për mua të krijoi aromën tënde po shijoj. Fytyrën flokët ma lëmojnë dhe më shumë nuk mund të kërkoj si një ëndër dhe si në ëndër ky takim të mos mbaroj. Okej, dhe jetë të fundit. Prit, se ku do prit një sekondë. Edhe jetë të fundit, më se po e shijojmë më pun. Një sekondë, çka ke kokë? Të keqe, na detyrohesh. Mos prisni gjë kaq tash. Jo, na detyrohesh. Tani, na detyrohesh. Edhe vetëm një ka mundësi që mbaj mend këtë. Kjo është domethënë më e harruara ever. Jo, s'ka se ta kujtojmë. Është për ty, po s'është për ne. Vetëm juve, po juve që jeni ne mund t'ia dim tekstin më mirë se ty. Hajde. Si. E mbani mend këngën deri në fund? Deri në fund, besoj se po. Prit. Kjo ka një temë sociale. Edhe kjo është sociale pra. Janë gjitha kurrë. Ato që mungojnë sot. Të gjithë vrapojnë Por i paset si nga da Të gjithë vrapojnë Më duket si pa fund kjo ga. Jo nuk e dua, jo nuk e dua, jo nuk e dua më ndine pa. Nuk bëm për mua, nuk bëm për mua. Unë dua që
jetën ta jetoj. Kaq më më. Shumë bukur. Shumë nice. Po shko sa e bukur është kjo që unë erdha të provoj albumin e fundit edhe po promovoj albumin e parë. Këto janë rënjët që të çuan ty tek mendoj unë tek albumi. Fantastike kjo që po bëjmë çuna, doli vet edhe këto momente janë shumë të bukura. Si më po kënaqesh se nuk kam harruar që jam në intervistë. Jo, po sepse neve kemi ardhur që të promovojmë albumin e parë dhe të flasim për këtë të fundit, të flasim për fundit. Dhe po bëjmë fillimin e fundit. Kjo gjë më bën çudi realisht sepse janë koherente edhe sot dhe ti albumin që po sjell tani me 8 këngë dhe 8 super klipe që ne kemi parë. Do të klipe kanë një super koncert. Një sekond, se ne po flasim me ju lutem. Okej, kalojmë tek koncerti i Prishtinës, si ti kapim pak këto koncertet, sepse ishin 4 natë në Prishtinë, 20.000 veta. 4 natë. Më thuaj pak çfarë emocioni morën në Prishtinë. Në krahasim me Milano për shembull. Shiko, Prishtina ka një dinamik, domethënë një gjë elektricitet do thojë. Po pra është stadion, si ka mundsi? Prishtina ka një vibrim shumë interesant, që unë e kam hasur që në fillimet e mia, edhe e kam treguar shumë herë se histori që vitet e para, domethënë rria më shumë në Prishtinë se në Tiranë, edhe gjeja veten shumë edhe muzikalisht, edhe miq, edhe eksperjenca, edhe e kanë atë energjinë ta kur bëhet fjalë për art, kur bëhet fjalë për këngë, muzikë, e kupton? Prishtina ka gjithmonë këtë energjinë. Prishtina është fantastike, Kosova në përgjithësi. Kur Prishtina po. Unë në Kosovë, domethënë kam qenë gjithkohës aktiv, edhe i mirëpritur, edhe njerëz që më kanë dëgjuar ndër vite dhe Prishtina ishte një shembull tepër i rëndësishëm për mua. Po, patjetër. Edhe i humbet pak sensin raportet, njerëzit, lëvizin, brezat, edhe ishte shumë e rëndësishme të kuptoja dashurinë dhe dashuria ishte absolute. Bravo. Dhe kjo është një gjë fantastike, ishte Prishtina kryesore, po ishte edhe qytetet e tjera që erdhën edhe. Po si diskutohet kur themi Prishtina, themi Kosova, koncerti Kosovë. Po. Energjia që të paktën unë ndjej në Kosovë është ta japim pa limit. Edhe juve ju në Prishtinë në Kosovë shumë në Kosovë. Patjetër. Realisht unë jam burgji. Prandaj thash me një energji shumë të mirë aty. Me një energji sepse ishin pa limit. Duket sigurisht janë shumë mendje hapur, e kupton? Janë shumë chill. Falin atë energjinë pa u menduar fare. Plus ka mundësi që tash po bëjmë çik patriotëshe kështu. Ka mundësi që edhe i kanë qef gjonjatët përgjithësi. Sepse Kosova e do Vlora. E do se është historia se janë. Po, jo është çik tani. Po, është, e kemi. Jo mund të jetë, ja se kisha menduar këtë, po mund të jetë. Mund të jetë, më mbet shumë qefi që është. Kujtimi më i bukur kush ishte në Prishtinë? Kujtimi më i bukur? Që piu Elgiti? Që ka shkuar keqe. Ky është kujtim i vazhdueshëm. Ky është kujtim gjuzi. Si ta bëjmë çaj italianë? Giti ka në gjitha koncertet, dua ta falenderoj. Jo vetëm që ka në gjitha koncertet, po edhe sepse jo vetëm për këtë, po edhe sepse ka qenë një pjesë e rëndësishme e rrugtimit tim, ndoshta jo të gjitha vitet, po të paktën në gjysmën e rrugtimit tim ka qenë gjatë gjithë kohës pastaj kur u njohëm prezant që ta kënga refuzoi, që yes. Dhe kështu që edhe ai ka një patjetër një kontribut. Edhe vjen në koncerte sepse e ka kështu si terapi, thotë vjen edhe kënaqet. Në koncerte 1, backstage me stafin. Në koncerte 1, në kafe 2, ta marrësh të vjen. Edhe në kafe. Edhe Trini që është gjithkohës me neve Kapitali, po, dhe atë përshëndesim. Por edhe tani me që i thashti falenderoj. Patjetër. Lyrical Sun, Ledri, domethënë. I përshëndesim gjithë çuna. Këto, se po përmend Miriamin, se Miriami është. Prisë do dalë te Miriami, se kemi përmendim ne, se përmend ti po e përmendim ne. Okej, e kemi Miriamin dhe më poshtë. Okej, flasim pak për koncertin në Londër. Në Apollo, jashtëzakonshme. Tani dua ta bëj çik të pyetjen. Tani kur u futa pash tek Eventim Apollo ka qenë dhe është një sallë legjendare. Po e bukur. Më thuaj, si u futë mora aty brenda? Ku u futë aty brenda mo? Nuk është ky problemi se normalisht jo problemi është të futesh dhe ta mbushësh. Tani aty në atë sallë kanë performuar Beatles, Queen, The Rolling Stones, Madonna, Nirvana, Adele, Elton John, George Michael, Alban Skëndera, George Michael. E kupton, është sallë legjendare, e kupton, tash
si është të shkosh atje, si i gjete mundësinë që ata thanë po për një artist shqiptar, sepse është një gjë shumë e madhe për herë të parë një artist shqiptar. Po, është një sallë shumë me shumë histori. Pikërisht. Është edhe e bukur si sallë, po nuk është bukuria thelbi asaj salle, është historia që ka dhe aty kanë filluar të gjithë sepse ajo është sallë që është e vjetër, që është nga fillimi i shekullit të kaluar, që është aktive dhe aty kanë kaluar të gjithë. Coldplay, Harry Styles, Me të nga artistët legjendarë të vjetë që kanë bërë historinë e muzikës botërore dhe ti e ndjen atë lloj madhështia, reputacioni, arome aty që ka histori salla. Shiko, për sa i përket patjetër që kontaktet edhe CV-ja që ti krijon rrugës, pra kur ti bën forumin i Milanos është jashtëzakonshëm. Patjetër, është vetë shumë historik dhe një arritje shumë e madhe për çdo artist, për çdo artist. Dhe krijohet një CV dhe krijohet edhe një lloj besimi pastaj, por patjetër që më rëndësishme është që të mbushet. Që të mbushet, atë i thash mund ta marrin gjithë apo vallish ta marrin. Faktikisht e patëm një eksperiencë të jashtëzakonshme në Londër, një përgjigje të jashtëzakonshme që ishte shumë e shpejtë dhe shumë e madhe nga ç'kishim kishim ne kapacitet. Por ne do kthehemi në Londër, me që jemi këtu dhe them që do bëjmë gjë. Aty pranë Apollo? Jo, do bëjmë gjë më të madhe. Të keqen. Edhe vetëm se do marrim kohën ton për të sjellë gjëra. Patjetër, diskutohet. Unë dua të di emocionin e një shqiptari kur shikon posterin motiv nga Albin Skënderaj në Apollo. Shkon rrugës për në punë ai për shkakun edhe kthen, siç është shumë makinë që në këtë sallë legjendare ti shikon Albin Skënderaj, një shqiptar, kupton që është më ka nisur foto për shkakun dhe krenohen, ka njerëz që mund ta bëjnë atë rrugë që 20 vjet ose që 30 vjet edhe momentin që domethënë shikojnë, un kam qenë vetë në emigrim, dikur për shkakun na dukeshin të pamundur ato gjëra që një artist për shkakun un forumin e Milanos e mbaj mend këtu 30 vjet, që shikonin posterat e artistëve të mëdhenj. Okej, si ishte ndonjëherë perceptueshme që një artist se konceptohet dot fare. Por fal Zotit, gjërat kanë ardhur dhe për ne. Okej. Këtë gjë duhet ta themi ne këtu. A kanë thënë të tjerë për shkakun nëpër media, sepse kjo gjë mund të ishte nuk është zakon, kupton? Nuk është zakon. Për shumë lajm për shkakun nëpër media. Kanë thënë, nuk është, domethënë, nuk është që e kanë bërtitur ose po themi strathën ose por dikush e ka thënë, dikush nuk e ka thënë, dikush e ka anashkaluar si gjë, por unë mendoj që është anashkaluar, duke parë po mirë, është tjetër gjë, ka problem as ka problem për ty. Si është po them si funksionon tregu. Për t'i dhënë çik zë këtyre gjërave sepse një shqiptar në botë që performon në një sallë legjendare është një gjë që nuk do të dalë në media dhe mos të bëhen lajme për shembull kush bleu këpucë 500 euro, ose kush i tha kujt për çfarë, edhe do e kupton, mendoj se janë lajme më të rëndësishme që duhen trajtuar vërdall këshill, ë. Kjo merrni pastaj. Jo, patjetër, është puna juaj. Për mua si Alban, patjetër që unë mirë kur them për ty si Alban, unë e them in generale për artistët, e kupton? Kjo është ta promovosh artin e shqiptarëve në botë, kupton? Për kulturën tonë, po janë gjëra që duhen promovuar sepse kështu ne rritemi, domethënë brezat edhe domethënë mos krenarinja rë para. Krijojmë edhe imazhin që tashmë besoj meritojmë të kemi, me gjëra të bukura si kjo, patjetër, por tash kurse për mua rëndësi kanë ata, njerëzit që vinë. Edhe nuk është që ka rëndësi një lajm që doli, faleminderit që dele shumë mirë, por shumë mirë për artin shqiptar, po tek unë domethënë nuk e kam atë manina apo atë egon që ta thash në fillim që ti je me nefergjist të këtë gjë. Jo, sepse unë nëse fokusohem te këto, ta thash në fillim. Do mbas energjinë që të bëj gjën për ata. Edhe kjo është mbyt se është energji negative, është një gjëra që s'del ku. Edhe çam bën përshtypje për ty tek tuk-tak, tek ti Alban që je shumë humble. Do të thënë pas koncertit në stadium Alban ne po e prisim Albanin për darkë pas koncertit diku tek një lokal aty ngjitur. Edhe ishim do të një grup i vogël që pas koncertit do pinim një gotë. Koncerti ishte full me njerëz, e kemi shjuar pa fund, edhe kur vjen Albani del nga ascensori, më takon e thot, si u duk? Ne pa si u duk ishin 25 vjetra. Si u duk? Po drejtë stadiumi po. Na që si me kam në tokë, djalë me kam në tokë shumë. Edhe unë thash zemra bravo të qoftë se ti ishte ndonjë tjetër nuk do të fliste më. Kjo thoshte çuna. E mbusha mbusha, s'ka kohë. Ishte normale më burr, e mbusha po. Mbusha po do mbushe jo burr. Do mbushe jo burr. Unë mendoj që tani ta themi trosh, mendoj që duhet të jenë raste shumë të rralla që ai që e mbush të ketë këtë attitude.
se nuk duhet ta ketë që ta mbushi, nuk duhet si ta shpjegoj. Ne kuptoj, shkojmë bashkë. Ai, domethënë, shkojmë bashkë, kuptoj, shkojmë bashkë. Koncerti Athinës. Çfarë ishte veçantë? Çfarë të pëlqeu më shumë te koncerti Athinës? Athina ka një simbolik edhe Athina shumë të rëndësishme sepse Athina ka, po themi, regatën më të madhe shqiptare, edhe ne dim shumë mirë historinë e emigrantëve tonë atje që ka qenë pak më e vështirë për t'u integruar edhe për të ruajtur kanë qenë këto ndasitë, ndasitë, problemet edhe, kështu që ishte më e ndjerë në këtë aspekt për t'u dhënë atyre një ndjesi të bukur krenarie. Pra, për të ardhur se tashmë shqiptarët në Greqi gjithsesi janë më të pranuar dhe integruar. Kanë një emër besoj më të mirë se sa para disa vitesh ose shumë vitesh, edhe kanë plot miq që janë grek, domethënë janë të shumë. Dhe ideja është që kur bëhet një event i mirëfillt, i organizuar mirë, profesional, shumë i bukur, me nivel, edhe mund të marrim shumë dhe miq të tyre të huaj ose grek ose është edhe krenarie që tregojmë që shikon neve bëjmë edhe gjëra të mira, edhe kështu që për mua ishte dyfish misioni që ata dhe unë pash ishte super atmosfera ti nderoja. Por pas Athinës mos ta harrojmë kemi Stuttgartin që është në datën 16 dhe 17 maj, që do jemi në aty. Do jemi në Mexico Press. Si është i mbyllur çdo gjë aty po? Po, aty jemi, domethënë nata e parë sold out, nata e dytë është 90% sold out. Do bësh natë e tretë? Jo. Okej, më thash Allah. Është një arenë shumë e bukur, është moderne, është e re. Porsche Arena është le të themi një nga më të mirat në Gjermani. Është kështu, domethënë është as e madhe as e vogël, është varianti i forumit. Kemi mbledhur. Po që arritëm të bëjmë 2 netë dhe e kemi praktikisht të i kaluar forumin. Herë të parë në diasporë. Gjermania do është pak më lartë se sa. Pak më lartë se sa forumi, se sa Italia. Por gjithsesi Italia ishte e para dhe ata erdhën pak të janë. Po. Ka mbetur dhe 10% mund të ketë mbetur biletave natës së dytë se para sold out. 70 janë praktikisht biletat e fundit. Me vërtet, Fortë. Data 16 dhe 17 maj në Porsche Arena në Stuttgart, Alban Skënderaj me koncertin e tij të radhës Turit Motiv. Bravo qof Alban. Po pas Stuttgartit, a do fillosh të pish mança? Maça? Se kështu do, zakonisht mbasi vën koncertin në Gjermani. Maça. Edhe fillon pilatesi. Maci. Maci, është ai Maci. A ke plane për Amerikë? Jo, kemi. Kush janë planet për koncertet e Kemi Zvicrën në shtator. Okay. Dhe Zyrich dhe kemi në Stockholm në datën 2 tetor në Suedi. Faktikisht koncerti i Suedis është për të gjithë zonën e Skandinavisë, sepse është një projekt shumë i vështirë, ju e dini, edhe i madh dhe i kushtueshëm me të gjitha, edhe nuk e çon dot kudo. Sepse ta spostosh edhe jemi shumë njerëz, shumë ngarkesë, por në Suedi e kemi bërë në mënyrë që edhe ata që jetojnë ndoshta në Suedi, po dhe ata që mund të jepi fjala në Norvegji, mund të vinë në Finland ose në Danimark, ndoshta edhe kanë mundësi për shkakun, mund të jetë një pikë takimi të temi për atë zonën e Skandinavisë. Sidomos ata kush ka një ande se i bien veri në Skandinavi apo jo? Kush mund të shkojë ande për shkak me matematikën është shumë mirë në veri është. Ande ndoshta kanë fisin. Është shumë mirë. Ndoshta kanë fisin dhe bledi fisin, nipat nga se shkojnë ande për shkak. Se te këtu vijnë gjithë familja. Te ty vijnë gjithë familja si ndasën plako. Te ty vijnë gjithë familja, se të vjen nipi, djali, Besa, Xhaxhaj, mami, babi, sepse i gjen veten të përfaqësuar gjithë. Edhe gjyshi. Gjyshi. Ka dhe versione vetëm, për shembull, gjyshi vetëm. Po më pranon vetëm plako? Ti? Pyetje fundit. Ti je jam halli madh, Jo, ti halli madh. Po, është vërtet, nuk rritot vetëm. Pyetje fundit për turin, vetëm për dashuri. Pyetje fundit për turin. Deri tani. Momenti Turin nga Lora. Turin, Turiusko. Turin Lonjatin. Turin për peshkatarin. Tani, që po flisim për maça. Për turin. Jo turin ton. Arturin. Turin më qojnë dhe Xhaxhajin, po. Momenti Turvesh. E përshëndet po. Zonin Xhaxhi. Punon polici, po. Është policia, po. Thank you.
një moment sublim, një moment i veçantë, momenti më epik i turit, se po e themi turit. Turi shumë e bukur. Na fiksoj. Unë dhe Turi. Unë dhe Turi kemi të pandashur. Po, shiko, Turi. Dgjoj, ajo që më vjen kështu në mënyrë instinktive janë momentet njerëzore, domethënë që nuk bëjmë muzikë. Domethënë kur takon dikë, kur ka një histori, si për shembull rasti themi i Luanës në Milano. Po. Rasti i vajzës tjetër. I vajzës si ti ngatroj emrin, po që ishte e jashtëzakonshme. Luana ishte ajo vajza 14 vjeçare, po. Në Milano. Po. Do thënë, këto janë momente që e shikoj që publiku përfshihet dhe harron pse ka ardhur. Edhe është duke u frymzuar, duke u mallëngjyer, duke kuptuar, duke krijuar, domethënë, duke u solidarizuar, është shumë e bukur. Ajo te kalon edhe koncertin, e kupton? Dhe këto janë momentet të bukura që unë mundohem jo t'i kem patjetër, po kur më shkruajnë, se ndodh që më shkruajnë, patjetër. Edhe ti gjithmonë i kthen, po. Patjetër pastaj edhe ato surprizat e vogla që ato propozimet e famshme që ndodhin në koncertet. Mirë, okay, po. Këto janë më të fortë. Kurse për mua, momenti më sublim që prisa që ta thoje ti dhe të kishe pak respekt për mua. Ishte kur doli, po. Kur këndoi, jo, përveç jo. Po, momenti më sublim ai duhet të jetë. Po, kur do të? E ke para të videon? Jo, po ai video është kështu. Ai video është fantastike, se është video juaj e para që keni bërë ju. Janë 18000 plane të tjera, se janë, ke parasysh? Janë edhe ndër nga ne, po. Ti mund të shikosh për shembull si e ke profilin këtu, andej, 20 gradë, 30 gradë, 360 gradë. Është shumë e bukur. Ai moment për mua është më i bukur. Do mendoj se atë këngë duhet ta këndosh 2 herë. Po. Edhe gjithë njerëzit që e këndojnë atë këngë thuaj aty në stadium thonë të lajn gojën një para se ta këndojnë. Sa jashtë dia mund tani se s'ka dhe një këngë për mua. Nëse ajo është një momente më të veçanta, madje kur unë nuk jam tek turi i Albanit, tek turi. Kur këndoj atë këngë unë dua të jem, them po do jesh pranë datë 16-17 të poshtë arenën patjetër. Do bëni aty gjëra shumë bukura në backstage në aty. Kënga Rinami. Nami the plako him dashurio po. Është zakonshme. Shumë e bukur. Esenca e këtij albumi, edhe po themi nëse duam të japim një referencë deri diku, po, patjetër. Është obsesion. Obsesion. Edhe të vjen pak, po. Ka ato ngjyra. Ka atë madhështinë, është filmike është ajo, sepse filmike është patjetër, por është e di çfarë është më e rëndësishme, është shqiptare. Dhe nuk po them se është shqiptare 100%, por rrënjët i ka shqiptare dhe prandaj kënga, domethënë albumi quhet Rrënjët, sepse ndoshta është me tinguit e sotëm deri diku është edhe ka nuanca pop, por Rrënjët poshtë ja dëgjon që i ka shqiptare. Edhe kjo është një gjë që unë nuk e kam bërë kurrë, edhe kaq projekt. Edhe jam shumë i lumtur që më në fund bëra një projekt që ka sens. Po pra, gjithi ishte konceptuar shumë bukur, të paktën të 8 këngët që ne dëgjuam dhe i pam klipet, nuk i ndan dot. Nuk i ndan dot. Ti do ndan dot, jo? Ha? Apo si nga ata që i prish lumturinë të tjerëve? Jo, nuk do ishte fair, se janë me të vërtetë unë këtë herë thash, s'dua ta teproj se jam me të vërtetë shumë i kënaqur, janë 8 këngë, janë 8 singles. Domethënë janë nuk janë. Herë parë që dëgjojmë Albanin, do të jam shumë i kënaqur me këtë që kanë bërë. Dhe kur e dëgjova vërtet thonë normal, o plagë që i kënaqur se të teta këngët janë të teta me klipe dhe ka një logjik aq të bukur që kanë lidhje me njëra tjetrën. Nga kalimi nga klipi. A mund ta themi këtë pjesën që kanë lidhje me njëra tjetrën? Edhe duhen dëgjuar një herësi? Kan, po, mund ta thoni, po, kanë lidhje, kanë edhe një histori që vazhdon, të paktën deri të 5 këngët e para kanë një lloj historie shumë të bukur që është kthyer edhe në një mini film. Ishte film, ishte si një film me seri, ishte shumë i bukur dhe klipet ishin shumë të bukura, po. Ishin shumë të bukura. Albumin ti e ke xhiruar këtu apo në Kosovë? Në Kosovë. Në Kosovë, okay. Në Kosovë me Aveni. Okay. Nëse sa gaboj. Okay, jo, po gjithsesi çuna ti përshëndesim, kishin bërë një super punë. Ti thua se do rikthesh tek Rrënjët, tek cila rrënjë konkretisht? Ke parasysh ka të bëjë diçka me rritjen tënde, formimin tënd, largimin tënd,
në emigracion, e kupton, ka të bëj çik me këtë që t'i japi një spoiler dhe se po ta shikojmë edhe tek posteri, je ti që je me Duam, që je shumë e bukur, e kupton, edhe me djalin tënd. Emri rënjët sipër, domethënë, a ka të bëj me Albanin e vjetës, dua ta them me Albanin përpara se të shkonte në Itali të emigronte, me atë Albanin artist. Ka të bëj edhe shumë bukur që e ndave ti tani, sepse ka dy faza të jetës time. Deri sot për shembull një pjesë të mirë të gjërave që kam bërë ka qenë faza e dytë e jetës time, çfarë më mësoi perëndimi, Italia, muzika italiane, këto. Përse ky album më ka prekur pak edhe fazën para, që kam qenë fëmijë, por më kanë mbetur disa gjëra sepse ne ti e di ne në jug për shkak është e pamundur që të rritesh edhe të mos dëgjosh ku këndojnë polifoni ose lapçe ose këto. Unë jam duke bërë një cikël polifonie tani, xhamë piktura po. Mund të jesh, domethënë kudo dhe momentin që ka një fest, ka një ditëlindje, ka një ditëlindje apo ku dijon, në çdo familje dhe mua më kanë mbetur disa gjëra të vogla dhe diçka për shembull që mund të zbulojmë ne në këtë album për herë të parë unë gati pa vetë dije, domethënë kam kënduar kështu, po themi gati tamam. Ndoshta nuk është lapçe, po është jug. Është lapçe, unë do ta quaj lapçe pak të modernizuar, por nuk është vetëm lapçe. Domethënë është pak edhe Gjirokastër, është pak edhe çame si çame. Ka edhe gjë çamërie, Po. Edhe mo me po presi ta dëgjoni. Un kam pas edhe plot shok çam, familje çame që kemi jetuar ne në blok ka plot që janë fantastik. Po ata këndonin kemi shumë shok. Dhe ata këndonin për shembull ndonjëherë, dhe familjet e tyre këndonin edhe muzikën çame. Po. Ka një trajtim pak më ndryshe, çik më delikate, kanë çik si më delikat, po, trajtimi shumë të bukur. Po. Unë doja të dija pse lindi tani nevoja për të krijuar një album. Pse tani? Kupton se ke 15 vjet pa album. Dhe domethënë pse në periudhën më të që ti i zën më shumë nga gjithë, sepse kuptojmë që ka ardhur spontane, po si ka mundësi që të vi spontane në një periudhë të ngarkuar? Shiko, nuk është janë gjëra që parashikohen, po kuptimin që ti nuk a ka të bëj me pijen që ka lënë pijen? A mund ta themi këtu për publik? Ka mundësi. Turi. E gjon turin. Jo, është nga që ka filluar maçi. Po, nga maça, merri nga maça. Ka diçka. E di çfarë është historia e vërtetë? Historia e vërtetë është një këngë. Po. Vetëm një. Që duhet kënga e parë në album s'u zbulon. Atë këngë kisha bërë. Dhe momenti që bëra atë këngë, thash kjo ka një nuancë shqiptare të bukur, por nuk e di sa do kuptoj, po ta bëja një teke. Tash po sikur të bëj edhe 3 të tjera dhe të bëj një EP me 4 ose 5 këngë. Okej. Dhe gjeta një të dytë që ishte shumë e bukur, pastaj u bëj një të tretë, dhe ku shkova tek 5-a, tash album. Sa e bukur si proces, si proces krijimi, okay? Një shkëndi ishte, një këngë. Do ta shpjegoj pastaj kur dali. Se nuk e këndojmë do. Se këndojmë do. Se do dali në datën 2. Ka disa histori shumë të bukura. Në datën 2 maj do dali. Okej, në datën 2 maj. Do hidhen të gjitha këngët njerëzit, domethënë. Po, janë do hidhen të gjitha këngët njerëzit me 8 klipe? Me 8 klipe. Me 8 klipe. Ai ke shkruajt vet? Po, shumicën unë kam bashkëpunuar me një djalë fantastik këtë herë, që është Erieti Barbullushi, është shumë i talentuar, është një besim që unë i dhash atij, por që ai e ktheu të gjithë besimin mbrapsht, sepse ka bërë një punë fantastike, sidomos me orkestrimet, po dhe me idetë muzikore të jashtëzakonshme. Pastaj janë shtuar edhe disa dy artistë tjerë që janë miq të Erietit, që është producenti kryesor. Endri Fusha, nëse nuk gaboj, është dhe Kevin Dua t'ja ngatroj emrin. Kevin është fantastik dhe Kevin ka luajtur kitare dhe këto. Dhe u krijoi një grup shumë i lezetshëm që edhe mua më bëri të nxjerr gjëra që ndoshta i kisha brenda, por nuk dhe sa rëndësishme është të dalësh se kjo komforti duhen një grup artistësh shumë i mirë, ose instrumentistë shumë të mirë të nxjerrin të zgjojnë gjëra që i ke po si nxjerr dot. Bravo. Për post kësaj, unë do doja të dija çfarë temash do trajtosh, do të për publikun, se unë e di. Çfarë temash ke trajtuar në album? Që mund t'i zbulojmë pak. Shiko, ky album është shumë, do thoya një fjalë anglisht, lovely, në kuptimin që nuk synon. Do thot lovely. Lovely do thot acaruar. Lovely. Është lovely, ora.
është shumë, si më thënë, ka një energji të mirë, në përgjithësi ka një energji pozitive. Është tamam album që është rrallë për mua, ju dini që jam edhe pak në ato nota depresive ndonjëherë. Ky është album pranveror. Pranveror, pra. Po, pra, këtë kishte. Po, sepse sot nuk shiten më albume. E ke vënë që albumet nuk është se ecin shumë, a do jetë kjo Kush janë pritshmëritë tua? A ke pritshmëri që ky album do jetë nuk më intereson. Kur ti je i kënaqur, kur artisti është i kënaqur, kur ka spiritin plot. Këtë herë them sinqerisht mos më marrin kështu si po sta merr kurshin e ri të si hipokrizi. Zero. E di pse? Se jam shumë i lumtur. Sa e bukur, sa do doja kur e takova Albani para 2 orë, sa dua të jem si ky thashë. Jo. Sa dua të jesh kaq i lumtur. Jam në fush me lule se. Po jo. Ti je i lumtur me një gjë që ke bër? Po, do të ka shumë e bukur. Do të rrallë. Do të rrallë pra, dhe un kam një periudhë që nuk është se po përjetoj shumë afër. Fatmirësisht që ka ndodhur kjo, Donald, kjo puna e koncerteve, fatmirësisht un tani kam një qasje tjetër, nuk ndjek më domosdoshmërisht trendi, Erdi Vera. Hiti Verës. Kam hitin. Si ai muhabeti, hajde të dëgjosh një hit. Kam unë hitin. E ke ti hitin. Mos është hiti jot. Por ju garantoj diçka, që ky album i ka të gjitha. Është i këndshëm, është i dëgjueshëm, është on repeat, nëse do, është meditativ, është atmosferik, është good vibes, domethënë i ka të gjitha. Mezi e presim. Po mund të na zbulojë ndoshta vetëm një temë, një nga temat e këngëve. Jo, nuk është. Okej, mirë, do të jetë një nga temat. Mirë. Ti e the në fillim që ka një histori kështu që vazhdon. Është një histori që vazhdon. Familja, Miriam, fëmijët, ku i ke lënë? Dëgjon, kush janë? Vllai janë shumë gjëra. Shumë punë. Miriamin e kemi parë që të suporton, është pjesë e tureve të tua. Miriam ishte jashtëzakonshme. Pikërisht pra. Prandaj po them, sepse duhet të jetë shumë e vështirë për të që sidomos kohët e fundit, domethënë këto 2 vjet që patëm që me koncertet edhe tani edhe qoftë edhe albumi këto muajt e fundit është nuk e di, është domethënë gjithmonë ka qenë, po thjesht më surprizon edhe gjithmonë edhe më shumë kuptimin e vendosmërisë edhe e durimit dhe qetësisë edhe e suportit patjetër. Edhe është me të vërtet e respektoj shumë. Patjetër që për të nuk është e lehtë, Miriam është një artiste. Patjetër pra. Një artiste e jashtëzakonshëm beso. A do ta bëj në një album Miriami, a do ket? Po shiko, Miriami për momentin nuk e ka patur fokusin. Unë për shembull kam qenë që mund të kem 3 vjet që i them të bëjmë një album për ty. E domethënë unë dua shumë që kjo të ndodhi. Por ajo ka dashur të marrë kohën e saj. Plus ka parë edhe ku isha unë, sepse kjo është një sakrificë. Kjo është një grua që është, domethënë, me të vërtet krah. Po. Ti je këtu tani ti po hap krahat në fund, do të bëj gjë. Nuk dua të jem pekes, dua të jem ndim. Dhe realisht në këtë fazë të karrierës time, Miriami më besoni. Të gjërat që bëjmë ne për shumë koncertin, është Olti, është Miriami, direkt. Po, tjetër. Është jashtëzakonshme me idetë që ka, gjë që nuk ndodh të mos ta pyes për çdo gjë që po kuptoj, po tjetër. Pati më zor në prit pyes për Miriami. Pritet të pyes çik Miriami. Kështu që unë shpresoj në një fazë tjetër ndoshta se ajo ka prioritet edhe biznesin që bën. Po tjetër. Shumë ka prioritet patjetër edhe fëmijët që kanë nevojë kur unë nuk jam, ka nevojë për kohën e saj. Por në një moment tjetër do kisha shumë qejf që unë të bëj një album. Bravo. Edhe të bënte ajo diçka. Është gjë e bukur kompensoni njëri tjetrin. Shumë e bukur. Po sa e vështirë ka qenë Alban për ty në këtë rast që ti qëndrosh larg familjes. Çka keni vendosur me fëmijët, do t'i mbani? Po them që mirë ishin, si thaj. Kur unë kam një gjë të mirë, ju më njihni pak a shumë. Ju dini që unë kam punë dhe shtëpi. Po, Albani nuk del fare 0. Nuk është puna, po nuk. Jo nuk del, nuk është se e ka të koncentruar kohën për të kanalizuar. Nuk u mbas shumë kohë për si kalkarocë kur i them. Nuk u mbas shumë kohë. Po. Kalkarocë. Po kalkarocë. Nuk u mbas shumë kohë. Jo, nuk është puna që janë vetëm kështu, po nuk u mbas shumë kohë me këto të harrohem, e kupton, me gjëra, me i ndan objektive vëlla, kush është kjo, familja është parsorja, këto gjëra po. Unë dojem të kaloj kohën në shtëpi sepse
që të kompensojë gjërat, edhe të jem prezant edhe me sidomos me fëmijët se Miriamin është më lehtë gjithsesi në. Patjetër. Çuni dhe vajza, djali dhe goca. A e din ata kë ka baba në sensin unë e di që të njohin, po janë konshient. Unë e di që të njohin. A e konshient që ti artist i ndje kur me fansa të duhet të ikësh nëpër koncerte? Po. Vajza është më e madhe tani, domethënë ajo është më e vetëdijshme se është 10 vjeçë. Djali që është 6 patjetër është, po është pak më akoma duket loj. Gjithsesi nuk është që unë ja ushqej shumë këtë gjën që babi dhe mami të famshëm. Po normale. E kanë si normale, po. Babi dhe më për mua. Unë punoj kështu, patjetër që duhet dal atje, patjetër që edhe ka shumë njerëz që më ndjekin ose më duan kështu. Po them nuk do të thot asgjë, kur mbaron puna ne jemi njerëz si gjithë tjerë. Po tjetër. Ideja është të mos po që mos të vegjël dhe të mos të shumë normal këto ide në kokë. Po me kë je i lidhur më shumë, çunë apo me gocën? Me gocën, jo. Me gocën, gocën babit. Ajo do me shpitë me gjak. Me gocën, domethënë ka një çik më kështu se është ajo gjëja e babai me vajzën, po edhe me djalin shumë më shumë. Dhe kush është më i zhurshëm? Okej, cila është më i zhurshëm? Djali, ja? Përgjithësisht përgjithësi çunat janë fizik, e kupton? Janë fizik, duan gocës i jep këtë, mirë çik të luan baba, sa lezetshëm. Po janë më inteligjente vajzat. Pastrosh e çon, hajde të Po janë më inteligjente vajzat. Po mirë, unë doja të dija kush ka qenë gjë më e vështirë, që ty pyetja më e vështirë, që ty të kanë bërë fëmijët dhe si e përgjigjur. Të kanë bërë një pyetje të vështirë? Sa bukur ishte kjo, sa është mosha që të bëjmë pyetje të vështira. Po më kujtohet se mbaj mend një gjë që kam folur dhe me Miriamin, po që thash si ka mundësi që po vajti mendja. Po më vjen. Kujto. Do jetë në një temë sociale kështu apo jo? Jo, vajza më pyet ndonjëherë ca pyetje për sigurisht e madhe. Për ekzistencën, ëh, domethënë për jetën, për universin, për njeriu, për Zotin, për sa të bukur janë ato pyetje. Edhe ato janë pyetje shumë. E ti patjetër ti mundohesh të sqarosh gjëra ashtu siç janë, kështu po. Siç janë. Po ç'është as kompetent ky që ti sqaroj. Apo je shumë. Asnjë s'është. Po bravo. Po them që të flasësh me siguri me video. Do të thënë, kështu që është pak delikate sepse gjithsesi nuk është që do ti që ti ta ushqesh në një drejtim apo në tjetër sa janë të vegjël që të rritën dhe të marrin vetimet e tyre për si e shohin gjithësinë edhe. Po. Që janë pyetje çik ato që do. Po që do të thotë që ti shpenzon kohë me ta dhe patjetër gjen kohë. Shpenzoj kohët e fundit pak më pak. Po si ja bëni gjatë kur je me turin? Turin andej. Me turin. I merr me vetë fëmijët? I kam marrë 1-2 herë. Okej. Por kaq, sepse për ne është gjithsesi stres. Po kush kujdeset për ta kur ju jeni andej? Prindrit tan vinë nga Italia, duhet të aty njerëzit që kemi në shtëpi. Hajde suportojnë gjithë ty plagë. Po mirë, ti do kishe shef për shembull që ose djali ose vajza të bëj këngëtar ose këngëtare një ditë? Do doja? A kanë të dhëna? A i shtyn ti? Vajza ka filluar tani ka qef, shikon këto K-pop, nuk është që unë, domethënë e shty, po as ja mohoj. E lë të lirë. Mua më ka lënë të lirë e zgjodha vetë. Sa gjë bukur është të lënë të lirë. Po s'u tha mua një rit merresha me muzikë. Ty të thanë merresha me aktrim. Jo. Mua babi do të bënte mekanik për shkak. Jo. Jo, babi janë marr po. Ja në burinë doktor, reketin. Babi nuk e po jo, donte u kishte qenë vërtet se më thoshte që do hapet një kompani këtu e madhe në Shqipëri, nuk e di nga i kishte ato informacione. Po në përgjithësi po, një orientim mendoj se duhet kështu që do isha te fëmijët, një orientim, s'po them një orientim që ti ta detyrosh për një gjë që ai s'ka as dhënë as talent. Por nëse ti e shikon fëmijën që ka një të dhënë, do ishte shumë bukur që ti vetëm ta shtysh sepse ai besoj se e di, kupton, ai 10 vjeç, kupton. 11 vjeç. Çuni thashë është ende i vogël. Vajza që është 10, patjetër është në një fazë si mund të zgjidhë. Por është një vajzë shumë e mirë dhe domethënë dhe e zakonshme në gjëra. Pra nuk është që është gjeni në një fushë dhe ku është këtu. Kështu që ajo le të jetë një vajzë normale dhe le të provojë gjërat.
të provoj të pikturoj. Babi që ke piktore, lëri tjera të bëj. Jo. Pikturoj nga pikturë, do ta lej të provoj atje. Ajo tani paktën disa vite, është mosha që duhet të provojnë që të Tak. Ke shumë të drejtë. Po, ke shumë të drejtë. Më pëlqen. Futbollist mendon, po. Që 6 vjeç. Po sigurisht të jetë bejsbollisti më i mirë i gjitha kohërave. Se orienton aty dy, është vërtet. Ai ka ëndër babait ta bëj Messi. Kupton? Atje futboll. Djali shkret luan për babin, më kupton? Po. Luan për babin, po nuk luan për veten. A mund ta bësh një këngë për këtë? Po, luan për babin, po nuk luan për veten. Ai luan për babin, nuk luan për veten. Po, shumë e bukur. Okej, Alban. Unë kam shjuar sot shumë të intervistë. Më pëlqeu shumë. Shpresoj shumë që ti jesh. Ishte e para jona dhe e para bashk që ne kemi fol kaq gjatë. Por mos prisni gjithash. Jo, fare. Por u them që ta mbyllim. Sa shkoi një orë gjys. Po e mbyllim. Po Alban, unë të falenderoj shumë që na erdhe sot këtu, që ishe prezente dhe i ndave këto gjëra me ne, të paçkëm në mbar. Patjetër që Albania ka këmbën e mbar. Të uroj nga zemra sa më shumë suksese, qoftë në Stuttgart në Porsche Arena, po qoftë dhe tek albumi i rënjit që njerëz mos harroni del në datën 2 maj. E ke ndarë orën? Po, besoj në orën 18. Në orën 18 në datën 2 maj. Keni për të parë, më besoni, fjalët e mia domethënë dalin fjalët e mia dalin gjithmonë. Më besoni, mund të jetë albumi më i bukur, domethënë për shpirtin që ju mund të keni parë, për syrin dhe për shpirtin që ju mund të keni parë dhe dëgjuar. Në datën 2 maj del rënjët. Rini gjithë përpara gjitha platformave online. Dhe kështu e mbyllim këtë emision. Çuna urime nga ana ime, me që është para, shpresoj që t'ju sjelli fat edhe ju e meritoni, sepse edhe ju hyni tek ata që punojnë fort. Jeni ambicioz edhe keni, domethënë e shikoni dritën atje në fund të tunelit, kështu që isha i lumtur që e bëm këtë intervistë, edhe për faktin si thash në fillim që jeni të vërtet ndaj meje dhe jeni me të vërtet kurioz, doni të dini edhe më njihni mirë le të themi, syrit tek ata që më njihni mirë, kështu që faleminderit edhe juve. Thank you, faleminderit. Bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme. Sa më pëlqen që ta them këtë fjali, do e them çdo javë.